Ishte News, përshëndetje, qëndrojmë së bashku në vijim, si çdo ditë nga Ana në Premte do të përcjellim edhe sot për rreth 2 orë 30 minuta informacionin e fundit. Një 17 vjeçare është dhunuar nga 3 vajza në Fier, ndërsa pamjet e ngjarjes janë publikuar në rrjetet sociale nga vetë autorët e dyshuar. Policia ka referuar rastin në prokurori, ndërsa hetimet ndaj 3 vajzave vijojnë. Njëra prej tyre, vetëm 15 vjeç, është arrestuar e më pas është shtruar në spitalin psikiatrik në Tiranë pasi dhunoi gjithashtu edhe të ëmën e saj. Një muaj më parë në qytetin e Fierit u regjistrua një ngjarje e rëndë ku 2 15 vjeçare dhe një 19 vjeçare në bashkëpunim me njëra tjetrën dyshohet se kanë dhunuar fizikisht një 17 vjeçare. Pamjet e dhunës u publikuan në rrjetet sociale nga vetë vajzat e përfshira. Ngjarja ndodhi më 7 qershor, ndërsa një ditë më pas e mitura së bashku me nënën e saj bëri kallëzimin në komisariatin e policisë Fier. Më 9 qershor, materialet u referuan në prokurori. Në dëshmitë e dhëna në polici, 3 vajzat kanë pranuar se kanë ushtruar dhunë ndaj 17 vjeçares, duke deklaruar se konflikti kishte motive të dobta. Për rastin ka nisur procedimi penal dhe vijojnë hetimet. Më 28 qershor, njëra prej 15 vjeçareve të përfshira në ngjarje u arrestua nga policia për një tjetër rast dhune, kësaj here ndaj nënës së saj. Arrestimi u bë pas kallëzimit të së ëmës, e cila deklaroi se ishte dhunuar nga vajza. Më pas e mitura u dërgua për trajtim në spitalin psikiatrik në Tiranë. Sipas materialeve hetimore dhe audios së administruar, konflikti dyshohet se ka nisur për shkak të një djali, për të cilin 3 vajzat pretendonin se 17 vjeçaria kishte komunikuar me të. Pas debatit, 2 prej tyre ushtruan dhunë fizike ndaj të miturës, ndërsa vajza e tretë filmoi të gjithë ngjarjen. Pas dhunimit, vajzat realizuan edhe fotografi me 17 vjeçaren dhe i publikuan ato në rrjetet sociale, ndërsa policia referoi materialet në prokurori për veprën penale, dëmtime të tjera me dashje në ngarkim të 3 shtetasve, ndërsa hetimet për zbardhjen e plotë të rrethanave vijojnë. Do të mbetemi sërish te kjo ngjarje e rëndë, do të kemi një komunikim drejt për drejt me gazetaren Laureta Roshi. Laureta, të përshëndes. Faleminderit shumë që gjete pa kohë pa këtë komunikim. Të lutem, Laureta, ndoshta për të bërë edhe një herë një rezume, çfarë e shkaktoi dhunën? Cili ka qenë konflikti midis adoleshentëve? Në fakt, kjo është marrja e icebergut të kësaj dhune mes bashkëmoshatarëve dhe ajo që përqendroi vëmendjen e publikut është ripostimi i materialit që kishin filmuar ato gjatë akteve të dhunës. Realisht bëhet fjalë për një veprim që këto si shoqëri e kishin dominimin përmes grupit të tyre, tatuazhet e tyre të përbashkëta, agresiviteti apo mënyra e tyre e ndjetesës brenda adoleshentëve i ka bërë ato që të jenë ato vajzat, më thonë zabobe të fortat që ndëshkojnë në emër të grupit. Dhe me sa duket ftesa që i kanë bërë vajzat 17 vjeçare për ta veçuar në një banesë dhe më pas dhunimi i saj fizik duke i kujtuar një mesazh se është futur me të dashurin e një shoqeje dhe kjo të gjen kur futesh me të dashurin e shoqes, por kjo nuk është shkak për këtë dhunë. Unë mendoj se kjo sjellje kriminale, ashtu siç e pati një moment pas hetimit, sepse mendoj që nuk ka, për sa kohë nuk ka mbaruar hetimet, nuk ka mbaruar as zbardhja e këtij relacioni mes adoleshentëve, por edhe pasojave që ka patur jo vetëm kjo sjellje kriminale kur burisi, pra kur u ushtrua dhunë fizike mbi 17 vjeçaren. Ju e thatë shumë mirë ngjarje, ne keni qenë shumë korrekt në përshkrimin e saj bazuar dhe në komunikatën e policisë. Dhe unë do të rikujtoja se dhe komunikata e dhënë nga prokuroria e Regjistrit Fier ka pohuar që është i shtetat e 18 për 19 vjeçaria LL, e cila është në LL, por shkurtimisht ka dhe atë noskën e vet, është në hetim nga prokuroria pikërisht për heqjet të paligjshme të lirisë, për dhunim në bashkëpunim me 2-15 vjeçare dhe hetime që vazhdojnë. Por ajo që mbetet për të veçuar janë 2 momente shumë të këqija që quhet riviktimizimi apo ritraumatizimi i personit që është dhunuar, por edhe i personave që janë xhiruar duke dhunuar. Sepse edhe ato vetë mendoj që siç edhe dha historia më pas në komunikatën e policisë, njëra prej tyre, pra njëra prej 15 vjeçares,
15 vjeçareve, ajo 3 javë më pas ka përfunduar drejtorinë e policisë së Fierit bashkë, e shoqëruar nga nëna e vet, pikërisht sepse nëna po e denoncon për dhunë. Por kjo dhunë e 15 vjeçares në Milon ka ardhur si rezultat i kërkimit të llogarisë që nëna bënte për ftihmin në orët e para të agimit të vajzës 15 vjeçare. Nëse sistemi i saj nervor, çrregullimet e saj psikologjike, e çon atë që të jetë një paciente në moshë të re tani dhe të jetë të paktën në trajtim, mendoj se është detyra e prokurorisë për të hetuar mirë dhe fort se kush ka përfituar nga kjo vajzë adoleshente me çrregullime psikologjike, sigurisht deri në orët e para të agimit jashtë shtëpisë, do të thotë që diçka ka një grup tjetër përfituesish. Dhe në këtë mes, prandaj dhe ndërturen këto veprime kriminale të adoleshenteve kundër njëra tjetrës, janë një kamban alarmi për të gjitha shërbimet sociale dhe për të ndjekur rast pas rasti, si mendoj që nëse do ishte ndërhyrë që në datën 8 qershor nga shërbimet të specializuara të 2 vajzat 15 vjeçare, nëse prokuroria këtë hetimin mbi 18-19 vjeçaren si pjesë e këtij grupi që xhiroi, mbajti telefonin pra në xhirimin e dhunës, do kishte hetuar më shpejt, mbase dhe po të kemi në një gjykatë familjare do të jenë vendimet më të shpejta bazuar në hetime të thelluara apo edhe në prova shkencore. Sepse kjo i bie që ndodhi një ngjarje akoma më e rëndë, pra vajza me çrregullime e përsëriti cilën e vet kriminale ndaj nënës së saj, përfundoi në drejtorinë e policisë ku ju nënshtrua më pas ekspertizës dhe kalimit për një mjekim më të specializuar. Po, Laureta, se është shumë e rëndësishme të dim reagimin e institucioneve në raste të tilla, cilat fatkeqësisht duket se janë bërë gati të zakonshme. Ka qenë reagimi i prokurorisë menjëherë mbas publikimit të kësaj video apo është dashur disa ditë edhe javë? Çfarë informacioni ke? Reagimi i prokurorisë ka qenë menjëherë në datën 10, jam çuar letrat nga drejtoria e policisë së Fierit në prokurorinë e Fierit sepse vajza 17 vjeçare e dhunuar u paraqit bashkë me të ëmën herën e parë. Qartë, ku ndodhi ngjarja dhe deklaroi se ishte flas për videon ku shfaqet dhuna. Po pra, videoja është gjithmonë një moment që që duhet të mirëkuptohet në aspektin që ka kohën e vetë të hetimeve, që i takon pikërisht si momentit që vajzat tashmë nuk hetohet se mund të online apo nuk hetohet me shpejtësi. Prokuroria do ta marrë qetë, Flori është një dosje pa kur të marrë zgjedhjen, pa të vinë puqimet e korrikut, pa kur të vinë vendimi të çohet dosja në gjykatë. Në këtë aspekt e kam atë pjesën që institucionet duhet të veprojnë më shpejt. Gjithashtu dhënia e ndihmës për 2 15 vjeçare dhunuese duhet kishte qenë menjëhershme që në momentin që duhet të ketë marrë ndihmë edhe 17 vjeçaria. Këto janë të gjitha shërbime të munguara. Ne mos u flasim për gatishmërinë e institucioneve që janë gjithmonë. Natyrisht që përfaqësuesi i Bashkisë Fierit një MPS është prezent në polici kur bëhen këto kallëzime apo kur merren këto denoncime, por nuk mund të kemi nuk kemi ndihmë reale, nuk kemi një qendër rehabilitimi apo një moment të ri edukimit pikërisht për këto të mitur që janë viktima apo autor të veprave penale. Është një sjellje kriminale mbi bashkëmoshataren dhe është një veprim kriminal tashmë që përregjistrohet duke treguar edhe paranojat apo çrregullimet mendore të abuzuesve. Laureta, ju e prekët pak më parë. Njëra prej adoleshenteve është duke marrë ndihmë, duke qenë se ka shfaqur probleme të shëndetit mendor. Pjesa tjetër si po trajtohen ato? Ka një kujdesje me psikolog apo po procedohen në gjendje të lirë pa pasur kujdesin në një psikolog? Gjithmonë thuhet që është konfidenciale, dhe është dhënë informacioni që na hetim nga prokuroria është vetëm vajza 19 vjeçare, që ajo mund të ketë nevojë për të sqaruar traumën, sepse trauma nuk ka filluar në atë moment që është filmuar ky akt. Bëhet fjalë për një shtypje të personaliteteve të tyre, për çrregullime të trashëguara tashmë vit pas viti dhe për situata familjare të përjetuara fort nga fëmijët që bëhen adoleshentë dhunshëm. Laureta, cili ka qenë reagimi i familjarëve? Lutem vetëm diçka shkurt për ta mbyllur. Janë familje me probleme. Një familje është e divorcuar, një tjetër ka babain në emigracion dhe kështu me radhë, të gjithat i takojnë edhe një herë reagimet nuk mund të jenë në publik. Reagimi është shumë i hidhur i atyre që quhet. Mirë, kisha në një komunikim gazetarin Laureta Roshi, nuk e di nëse kam Lauretën për të përmbyllur fjalin, apo kemi shkëputje? Po e përmbyll fjalin, koleg, me apelin që
tronditja që kanë marrë të gjithë adoleshentët dhe të gjithë familjarët dje kur kjo video është bërë virale, nuk ka qenë shumë kurioziteti kush janë këto vajza, por është kjo pyetja që ju bët. Çfarë ndodh me këto të rinj dhe çfarë shërbimi realisht do të marrin në këto kohë, sepse riktimi i vajzës 15 vjeçare me nënën tashmë në këtë gjendje të rënduar psikologjike mund të ishte evituar nëse datën që është bërë denoncimi 17 vjeçares do të ishim marrë seriozisht me 15 vjeçare dhe në kohë reale. Laureta, faleminderit shumë, të uroj punë të mbar. Faleminderit. Faleminderit. Kemi sërish te kjo ngjarje, do të kem në një komunikim drejt për drejt zotin Altin Azizaj, drejtori i Qendrës për mbrojtjen e të drejtave të fëmijëve, gjithashtu një komunikim edhe me avokat Leonard Karajin për të kuptuar pasojat që kanë adoleshentët në raste të tilla. Ju përshëndes të dyve, faleminderit shumë për kohën. Faleminderit Ili. Zoti Azizaj, doja ta nisnim bashkë, duke qenë se në përditshmërinë tuaj jeni njohur me raste nga më të ndryshmet. Sa e zakonshme është një sjellje e tillë në mesin e adoleshentëve në Shqipëri? Në fakt, nuk është as rasti i parë, s'ka për qenë rasti i fundit. Më vjen keq ta them, më thëmë, por ka vite që bulizmi, dhuna ndërmjet fëmijëve është kthyer në probleme kryesore. Unë mos gaboj, ka të paktën 5 vjet që zyra jonë ka raportuar dhe vazhdon të raportojë që dhuna ndërmjet fëmijëve, pra këto forma ekstreme të bulizmit, ku fillon, le themi, me atë që mund të konsiderohet në thonjë se gjithmonë dhuna e thjesht pra nëpërmjet fjalëve dhe pastaj kalon në dhunë fizike ekstreme, siç kemi parë rastin që është akoma dhe më fatkeq, ku 6 adoleshentë të gjithë djemë janë vrarë nga adoleshentë të tjerë, nga shok të tyre. Është një ndër problemet esenciale që Shqipëria ka. Është një ndër problemet që pavarësisht tash bëhet tashmë mbi 5 vjet që ne çojmë alarmin, është fatkeqësi të shohësh që asnjë institucion shtetëror, si në nivel qendror, po më shumë në nivel lokal, dhe unë do desha të ndalej pak tek pjesa e institucioneve vendore. Po patjetër, ma thua dot si është reagimi sot që flasim, zoti Azizaj, i prokurorisë, i policisë, i shkollës, si gjitha harkave. Unë nuk di të ketë pat reagim nga Bashkia e Fierit, në qoftë unë isha kryetari i Bashkisë Fierit, nuk kisha dhënë dorëheqjen sot. Kjo është e vërteta. Për faktin e thjeshtë sepse Fieri nuk është një qytet që mund të thuash nuk u ka të ardhura dhe automatikisht nuk ka shërbime për fëmijët, për të rinjt. Fieri është, mos gaboj, qyteti i dytë ose i tretë për nga madhësia në Shqipëri, është një ndër, le themi, qarqet që prodhon numrin më të lartë deputetëve, dhe unë sot do të kisha mirëpritur e para një reagim nga kryetari i Bashkisë, sepse është kryetari i Bashkisë që ka për detyrë të japë shërbime dhe të krijojë shërbime, të hapë, të financojë shërbime për të gjithë fëmijët në Fier, dhe e dyta është detyra e të gjithë atyre deputetëve që marrin votat nga qytetarët e Fierit dhe pastaj sigurisht që nuk kthehen të pyesin ore këta qytetarë dhe nuk ka rëndësi mosha, rasti konkret flasim për fëmijët, çfarë shërbime marrin dhe pse nuk marrin shërbimet që me ligj i takojnë fëmijëve. Dhe ky është një problem për Fierin sot, por është një problem kombëtar për të gjithë fëmijët në Shqipëri. Mua më vjen shumë keq në fakt që i kthehemi këtij diskutime, sepse vit pas viti. I kthehemi këtij diskutimi fatkeqësisht, siç e tha, po bëjmë ç'është e mundur që të ndërgjegjësojmë edhe të bëjmë që hallkat funksionojnë. Celularet, po. Shiko, ky nuk është diskutim ndodhi sot, është një ngjarje që do kalojë. Ky është një diskutim që në Shqipëri bëhet për 30 vjetësh. Ku janë shërbimet për fëmijët? Kush i financon shërbimet për fëmijët? Pse nuk janë financuar dhe pse nuk investohet tek fëmijët në Shqipëri? Dhe ne sot po diskutojmë një investim madhor në Shqipëri, 4 miliard dollar, shumë mirë që protestojmë, është e drejta njeriu protestojë, por nuk kam parë as edhe një prind të vetëm të dalë të protestojë për fëmijën e vet, për të gjithë fëmijët në Shqipëri, të dalë të kërkojë, pse Shqipëria nuk investon në fëmijët. Dgjoj, se duhet kemi parasysh diçka. Çdo politikan do duhet i përgjigjet. Raste të tilla vijnë edhe nga familje me probleme. Besoj ndoqët detajet, informacionin e përcjell nga kolegja Laureta Roshi, e cila tha adoleshentët vinë nga familje me probleme. Tani, që të arrim në fazën e trajtimit, duhet konstatuar njëherë problemi. Apo jo, duhet tjetë një prind i ndërgjegjshëm i cili thotë gjo, se adoleshenti, fëmia im ka probleme, për këtë arsye duhet të trajtohet. Përpara se të shkojmë tek kjo, e para njëherë duhet parandaluar
janë shkollat, autoriteti përgjegjës i cili konstaton edhe parandalon. Po edhe nëse shkolla ka dështuar, reagimi i prokurorisë, i policisë duhet jeti me njëhershëm, jo kur bëhet publike vendosen mekanizmat në punë. Tani në përditshmërinë tuaj, më thua diçka, si është reagimi i këtyre institucioneve? I shpejt, i ngadalt, inekzistent, prezenta e tyre, çfarë mund themi lidhje me këtë? Të gjitha së bashku. Të gjitha së bashku. Të gjitha së bashku. Më thënë, s'po shkoj të prokuroria sepse ka disa apo për vatë dërë aty, po le themi, institucioni parë që duhet të reagoj në rastin e fëmijëve është njësia e mbrojtjes së fëmijëve në bashkinë X. Në rastin konkret në bashkia Fier. Kemi shumë raste, për të mos thënë gjithë Shqipërinë shkryer standarde, ku kemi vetëm një person i cili merret dhe supozohet që merret me të gjitha rastet e fëmijëve në atë bashki. Imagjino vetëm tënde, me imagjino mua, të merremi me të gjithë fëmijët në bashkinë Fier, për shembull. Nuk merrem dot. Nuk askush. Nuk ka rëndësi je hero apo nuk je hero, edhe sikur të ishe i klonuar, nuk ja del dot. Dhe unë jo më kot e theksova që në fillim fare, që kemi mungesë investimesh serioze tek profesionistët për fëmijët dhe mbrojtjen e fëmijëve. Në qytetin Fieri duhet ketë të paktën 20 deri në 30 persona të punësuar nga bashkia që merren me mbrojtjen e fëmijëve në role të ndryshme, kuptohet. Nuk e kemi. Në çdo bashki, përfshirë Tiranën për atë punë, ata si jem realitetin e qytetit ku jemi, përfshirë Tiranën. Në Tiranë kanë mos gaboj të afërsisht 20-28 persona që merren me këtë çështje. Ndërkohë që ti ke gjysmën e popullsisë së Shqipërisë që jeton në Tiranë. Dhe nga këta i thon 200 minimumi, 200 deri në 250.000 fëmijë adoleshentë që jeton në Tiranë që ka nevojë. Zoti Azizaj, a më thua dot në vijat përgjithshme e saj zakonshme është diçka e tillë për të kuptuar nivelin e agresivitetit tek të rinjt? Ma thua dot në mënyrë përmbledhur se dua të kaloj edhe te avokatit, flasim për kontekstin ligjor. Është kthyer në normale. Normale diçka e tillë? Po. Thuaj se në çdo ditë, si tek Alën 116, si tek i sigurt pikal, marrim raportive nga fëmijët, nga mësuesit, nga oficerët e sigurisë, të tipike të rasteve të bulizmit ndërmjet fëmijëve. Kështu që neve para një viti e diçka kemi punuar me ministrin Manasiri kur ishte ministri i arsimit dhe bëm një strategji dhe plan veprimi tepër do thosha të updateuar tamam si do duhej në lidhje me bulizmin në shkolla. Dhe ajo që më duhet të them është që mbas largimit të ministres, ky plan veprimi që ndërkohë thash për mendimin tim jep të përgjigje adekuate çështjes së bulizmit në shkolla, një pjesë ose ka bulizëm në familje, ka bulizëm në shoqëri, ka bulizëm në komunitet, dhe pavarësisht pra se e kemi këtë plan akoma, nuk shikojmë vëmendjen e dur nga institucionet arsimore. Tani ka dhe një gjë, problemet sociale nuk mund të kthehen në probleme policore. Kjo duhet patur parasysh. Sepse në të vërtetë ajo që ndodh është që dhunat tek fëmijët nuk nis në moshën 15, 16, 17 vjeçare. Dhunat dhe bulizmi të fëmijët fillojnë që në moshën e kopshtit, vazhdon në shkollën, le të themi në parashkollore, pastaj në fillim të shkollës, pra në fillore dhe kuptohet pastaj me masa më të dhushme gjatë adoleshencës. Dhe kuptohet që është lidhur me adoleshencën. Ajo që në Shqipëri mungon dhe këtu është i gjithë meseria që duhet ta kuptojmë. Mungesa e shërbimeve do thotë që fëmijët, pavarësisht se mund ta tregojnë që 3-4 vjeç kanë shenja të bulizmit, shenja të dhunës. Autoritetet, mungesa e profesionistëve do thotë që autoritetet nuk kanë personat e duhur në dispozicion për të evidentuar dhunën, për të parandaluar dhunën, e më pas për të mos vajtur deri në adoleshencë dhe shpërthen dhuna apo vriten adoleshentët, siç ka ndodhur me 6 adoleshentë në Shqipëri. Zoti Azizaj, do vi prapë tek ju. Dua një opinion nga ana e avokatit. Avokat Karaj, një ngjarje e rëndë, çdo prind gjatë këtyre ditëve është rënditur rënd. Dua të pyes si njeri i ligjit, çfarë veprash janë konsumuar në atë video për te heqjes lirisë, madomendja, dhe si procedohen të rinjt adoleshentët në raste të tilla? Tani, Ilir, kodi jon penal ka një pjesë të posaçme ku bëhet fjalë për të miturit,
dhe për mënyrën domethënë se si duhen gjykuar apo edhe dënuar në raste të veçanta për vepra penale shumë të rënda kryesisht, jo për vepra penale të lehta. Problemi qëndron domethënë që çështja e të mitërve nuk është thjesht problem ligjor, se ti mund ta shpërsosh ligjin ndaj të miturit apo mund dhe ta lehtësosh, por nuk e zgjidh problemin. Unë problemin e shikoj dhe uroj shumë domethënë që mos na thrasësh prap për të njëjtën gjë, sepse më thirrë përpara pak kohësh për Martin Canin, kujtoj, që fola për të. Dhe aty kishin bënë me një rast mes të mitërve, madje shumë herë më i rëndë se sa ky që ka ndodhur Rishtasi. Dhe u harrua Martin Cani, sot e një vit u harrua, ne vazhdojmë jetën, ai është në parajs, le të themi. Dhe këtu nuk zgjodhëm as në një gjë, as në ana ligjore dhe as si shoqëri. Nëse do ta marrësh thelbësisht nga ana ligjore, dhe nëse do duhet që të ndërhyjet në ligj, për mendimin tim, unë mendoj domethënë që do duhet të hapesh një fraksion ose një shtesë në kodin penal, i cili do duhet të penalizonte me vepër penale prindrit për gabimet e fëmijëve. Ose për veprat e penale. Ne shpjego pak këtë avokat, se është bërë te debati gjatë këtyre ditëve. Po ta them sen. Ne themi gjithmonë domethënë i lirë, themi gjithmonë që deri në moshën 14 vjeçare ti nuk ke të drejtë për vepruar, nga 14 deri 18 vjeç nuk ke akoma majoren, pra përfaqësimin tënd e ka prindi. Po mirë, prindi e ka përfaqësimin tënd vetëm në të mira, jo në negativitete, nuk mban përgjegjësi prindi për gabimet e fëmijës së vet. Sepse përderisa është minoren dhe unë e përfaqësoj fëmijën tim, unë do duhet të mbaj përgjegjësi edhe për negativitetet apo vepra penale, sado të qofshin ato të fëmijës tim. Sepse që aty e tha pak Altini pak më përpara. Ore, gjeneza është familja. Pastaj shkon te shkolla, pastaj shkon tek njësia për mbrojtjen e fëmijëve, pastaj shkon tek policia, prokuroria, më thash gjëra të këtij tipi. Pra familja që është boshti i gjithçkaje. Duhet të merremi me familjen. Dhe këto gjëra jo rastësisht ndodhin te familjet të cilat janë shumë të dobta ekonomikisht ose edhe nga ana sociale. Po duhet marremi me këto, domethënë që ose ti edukojmë, dhe ka mënyra edukimit të këtyre familjeve dhe këtyre adoleshentëve, ose duhet i vënë përpara përgjegjësisë. Në rast se ti për shembull nëse e çon familjen, prindin e asaj fëmie, asaj adoleshente ose atyre adoleshentëve, i çon në ndjekje penale me gjoba shumë të rënda, se nuk jam pro kësaj ide së burgosjes. Burgun e konsideroj si gjën më të përfundimtare fare, por nëse ti e gjobit për shembull 10 milion lekë të vjetra, po ja them, unë besoj domethënë që ajo familje minimalisht domethënë do ketë një për kujdes e krejt tjetër, tani ka edhe prindër në vend e dim se këtu jetojmë këtë vend, që punojnë nga mëngjesi deri në darkë. Më të madhe nuk janë në shtëpi. E çojnë fëmijën e vet me ato pak të ardhura në shkollë për të shkolluar, e atje ndodh ajo që pam gjatë këtyre ditëve. Tani çfarë përgjegjësie ka prindi shkret që është në luftë gjatë gjithë kohës për të mbijetuar? Po ka përgjegjësi Mojli, ka përgjegjësi prindi që e çon atë shkollë, ka përgjegjësi shkolla për mënyrën se si edukon, se nuk mund të themi domethënë që ka përgjegjësi vetëm ai 14-15 vjeçari, sepse po ngelem te kjo histori, pastaj atëherë nuk kemi thënë as edhe një gjë. Po ja pra unë të mora një rast për shumë, sa të tilla kemi në Shqipëri. Pa fund. Ne nuk kemi tema, nuk kemi as shkollari edukimi më i lirë. E diti që në gjithë Republikën e Shqipërisë është vetëm shkolla e Kavajës, edhe aty impleksin të gjithë, me ata që bëjnë krime ordinere dhe ata që kanë bërë një vepra penale shumë të lehta. Pra ne nuk kemi realisht një politikë sociale, nuk po them penale, mos e duket sikur është vrastare. Një politikë sociale edhe brenda le të një kuadrit penal ligjor për të miturit. Në momenti ku ti nuk e ke një gjë të tillë, sekondë, por unë çuditem se si duhet të shkojmë në Komitetin Bashkimin Evropian apo. Këto janë gjëra elementare më i lirë, sepse ti kur rrit një fëmijë në këtë lloj mënyre, çfarë pret që do bëhet ky fëmijë pas 10 apo 15 vitesh? Ky është kontingjent i rëndësishëm i drogës, i malavitës. Atëherë çfarë ke bërë ti? Thjesht ke dështuar. Ke dështuar si familje, ke dështuar si shkollë, ke dështuar si shoqëri. Dhe unë mendoj domethënë që ne këtu do duhet që të rrekemi. Këto ngjarje do ndodhin më. A ka mundësi të ndodhin sa më pak që tjetër mundur? Dhe mos harroni edhe një gjë tjetër. Unë besoj fort domethënë që dilla ngjarje kanë ndodhur dhe në të shkuar më. Problemi që ndron këtu që sot rrjetet sociale janë në dorën e gjithkujt dhe bëhen më të prekshme nga ne, sepse bëhen ngjarjet më virale, më të kuptueshme. Po unë besoj që edhe në të shkuar më ka pasur gjëra shumë madje, shumë herë më të rënda, vetëm se s'kan pasur feedbacku mediatik që ju i jepni sot dhe fatmirësisht që jeni që ja jepni.
me qëllim domethënë që të aq sa kemi mundësi ta edukojmë të një. Nuk edukohet familja vetëm me masa represive, po mund të bëhet ndaj një prindit pa përgjegjshëm. Dhe ka raste pa fundi lirë. Dhe unë mendoj domethënë që këtu nga ana e ligjvënëse do duhet të rishikohet kodi penal ku vjen puna te të miturit, pikërisht tek përgjegjësia që duhet të ketë prindi, edhe e dyta do duhet të ketë një program social absolutisht shumë të rëndësishëm për riedukimin e këtyre njerëzve me shkolla riedukuese, shkolla penitenciare riedukuese për të mitur. Se nuk mundesh ti që ta çosh nesër në burga të miturin, dhe pastaj ai do bëhet domosdoshmërisht kontingjent i jashtëzakonshëm. Avokat, lutem në mënyrë të përmbledhur, më thua cilat janë procedurat që ndiqen për raste të tilla për të miturit për adoleshentët në Shqipëri? Shkurt, lutem. Në qoftë se nga vepra penale, e para fare domethënë do merret psikologu që do i bëj pyetje, sepse nuk mund të pyetet nga oficeri policisor apo nga prokurori pa praninë e psikologut. Do shikohet vepra penale për cilën po flasim. Kodi jon penal gjithmonë domethënë minimizon në dy fishin e vet, nëse dënohet 10 vjet, atëherë shqetëson në 5 vjet veprën penale, e kështu me radhë për gjitha veprat e tjera penale. E zëm se dënohet me burg, e zëm për një vepër penale të rëndësishme. Jo, duhet di si trajtohet, se jam me ty që burgu nuk është, le themi, gjë e dur. Po si trajtohen këta të mitur në Shqipëri, kur ndodhin gjëra të tilla? Si trajton ligji, si trajton shteti? Për shtet harroje se nuk ka shtet këtu. Tu nuk ka shtet, se po të kishte shtet ishin rregulluar gjitha gjërat tu. Po të kishte shtet, aty në Bashkinë e Fierit nuk do kishim vënë 100 rrogtar tek tatime, po do kishim vënë 50 rrogtar tek fëmijët. Për të edukimi, se ne këtu kemi problemin, ore. Ta tha pak Altini pak më përpara. Unë vetë pas domethënë që në Bashkinë e Fierit mund të kesh 300 polic që rrin gjithë ditën e s'di se çfarë bëjnë, vetëm vën gjoba makinave, polic bashkiak, dhe mund të kesh 1 apo 2 apo 3 apo 10 njerëz të cilët merren me çështjet sociale të atij qyteti. Është çështje mendësie më i lirë, nuk është thjesht problemi domethënë aq se na ndodhi. Dhe këtu nuk ndryshon asgjë dhe për tek kësaj që flasim ne sot. Kjo është më e keqja. Fatkeqësisht. Aldin, edhe diçka, dhunën këta dërinj e mbartin në familje dhe ekspozojnë në shkolla edhe në ambiente të tjera, apo çfarë ndodh? Se ke eksperiencë gjatë në këtë fushë. Në shumicën e rasteve, tani ka raste edhe ekstreme, përgjithsisht mbetet brenda për brenda. Pra, adoleshent, fëmijë me fëmijë. Por shikojmë e kam fjalën në familje, adoleshent me adoleshent, dhe tham atë që adoleshent do të shfaqin një lloj agresiviteti kohëve që po jetojmë. Po atë sjellje shikojmë në shtëpi, e kam fjalën atë dhunë që kemi parë gjithë në video. Pa diskutim. Dhuna ndërmjet fëmijëve është një dhunë që vjen nga familja, pa diskutim. Mund të vi nga një baba i dhunshëm, mund të vi nga një vëlla më i rritur që mund të jetë po aq i dhunshëm, vjen nga mjedisi toksik që përgjithsisht ekziston në familje, por pa e hequr përgjegjësinë komunitetit ku jetojmë. Edhe një komunitet që pranon krimin, që ka shumë krim në vetes, ka një ndikim siç ka. Ka një ndikim siç ka në familja. Më thënë një familje mund të jetë familja me rregullt, më me vlera që kujdese për fëmijë, dhe nëse ti ke jashtë një mjedis që i ushqen fëmijët me dhunë, po them kot, shpërndaje droge, me bulizëm, me prostitucion, sepse ky mund të jetë mjedisi ku lagja ku ndodhen fëmijët, automatikisht do shikosh që fëmijët do bëhen pjesë e këtij komuniteti në sjenjë të ndryshme. Aldin, je me sugjerimin e avokatit që të penalizohet, je me sugjerimin e avokatit për të penalizuar prindi? Unë jam avokat vetëm profesion, jam punonjës i ligjit, por nuk jam për zgjidhje policore. Zgjidhja policore do të jetë zgjidhja e fundit fare. Ne duhet të krijojmë një sistem mirëfilltazi të ri të mbrojtjes së fëmijëve në Shqipëri, funksional, dhe vetëm kur kemi krijuar premisa tamam siç duhet një vend i Bashkimit Evropian, që të kujdeset për fëmijën që kur lind e derisa mbush 18 vjeç, atëherë sigurisht çdo fëmijë që ka përcjell në krahun tjetër, kryen krime, bën vepra penale, normalisht do bëhet pjesë e sistemit ligjor, nuk diskutohet. Por rëndësi ka që të kemi masa sociale. Investimi në Shqipëri për masa sociale, pra investimi social, është investim zero, më besoni. Sot e kësaj dite, po të shkoni në gjitha bashkitë, fondet
e shërbimit social, ato që janë mos për fëmijët, nuk vinë nga bashkia, po vinë nga donatorët tuaj. Imagjinoni tani, po marr si shembull, Suedin që investon në Shqipëri për shërbime sociale për fëmijët shqiptar. Është e pa imagjinueshme. Dhe kjo ndodh në Shqipëri. Sepse kryetarët e bashkive e kanë shumë më të lehtë, ato lekë t'i harxojnë për një projekt, le themi për në një rrugë që nuk shpije gjëkundi, se sa t'i harxojnë dhe kuptohet projekte korruptive, se sa t'i harxojnë për fëmijët, sidomos për ata fëmijë që janë viktima të dhunës, të bulizmit e të shumë fenomeneve të tjera negative. Në qoftë se ne nuk investojmë te fëmijët, këto probleme do i shikojmë që do rriten siç janë rritur. Jo më Aldin, lutem edhe diçka shkurtimisht, sepse më duhet ju përshëndes. Në 2 vjet e gjysmë, ke 6 adoleshent djem të vrarë nga njëri tjetri. Kjo është statistika. S'ndodh asnjë vend evropian. Si trajtohen viktimat mbas ngjarjeve të tilla? Në Shqipëri, jo si trajtohen në Parim, po si funksionojnë hallkat në Shqipëri? Kush kujdeset për ta? Varet, ka një problem atëherë, se bëre shumë që ma bëre si pyetje. Varet shumë nga bashkia se ku je. Ka disa bashki që kanë shërbime të bazë të ngritura, mund të jenë një qendër kombëtare që ofron shërbime psikologjike. Por keni parasysh, shërbimi psikologjik në Shqipëri nuk është shërbim falas, është shërbim me pagesë. Pra, në përjashtim të rasteve kur bashkia ka punësuar psikolog për fëmijët, të specializuar për fëmijët, atëherë fëmijët mund ta marrin falas. Psikologët e shkollave kuptohet që janë falas se janë të investuar dhe të paguar nga shkolla, por përndryshe për shërbime të specializuara, thuaj se të gjitha bashkitë në Shqipëri, në raste të tilla, siç është rasti konkret, se ky është rasti i mbrojtur, ka vite që janë mbrojtur ato vajza që kanë arritur deri aty, nuk ka ndodhur dije dhe sot u kapën. Do thotë që shërbime të tilla të specializuara në Shqipëri sot për sot nuk ekzistojnë. Dhe është shumë mirë ta themi. Ekzistojnë shërbime të pjesshme. Pra, diku mund të jetë një psikolog më specializuar mbase shoqëruar edhe me persona me një punonjës të mirë social, po janë shërbime të vogla. Pra, kujdesi i viktimave është në pikpyetje mbas ngjarjeve të tilla. E thën shkurt. Jo, nuk u ka. Nuk ka fare. Dakor. Nuk u ka. Altin, përshëndes. Janë shërbime të pjesshme, po jo shërbime të plota siç do të jetë. Unë kam një merak tjetër. Ngjarja ka ndodhur një muaj përpara. Ajo që mua më bën përshtypje si profesionist është pse doli video një muaj më pas. Kush e nxori këtë video? E ka nxjerrë policia, e ka nxjerrë prokuroria, sepse video, dhe do të themi edhe një gjë, janë 3 video, e para ka dalë. Pse u nxor pas një muaj dhe cili është qëllimi i daljes së saj? Kush e nxori? Sot policia do të jap llogari sinqerisht kush e ka nxjerrë këtë video. Aldin, po thua që ekzistojnë edhe 2 video të tjera? Po, ekzistojnë 2 video të tjera. Sipas informacionit tënd, agravim, dhune, situata të tjera apo pak a shumë e njëjta gjë? E njëjta situatë. Mos harroj që vajza që është ndaluar nga policia ka dhënuar nënën e vet dhe prandaj është ndaluar nga policia. Fatkeqësisht. Do thënë, aty ke një histori dhune se më pyet kush po dhuna. Faleminderit. Nga fëmia ka vajtur te nëna e fëmijës. Fatkeqësisht, kthehet bumerang. Para 5 vjetësh, një adoleshent. Më duhet ta mbyll, Altin, më duhet ta mbyll, duhet të përshëndes. Se si ndodh dhuna, merrte nënën e tij dhe e lindte te pragu i derës dhe nuk e lindte të bënte asgjë në shtëpi, domethënë. Nëse adoleshentët nuk i trajtojnë si duhet, automatikisht dhuna përkthehet dhunë për shoqërinë. Kjo është e qartë. Avokat, nëse s'ke diçka për të shtuar, të përshëndes. Ju përshëndes dhe unë. Faleminderit që ishit. Mirë, me tjera informacione, kryeministri Rama udhëton drejt Turqisë për të marrë pjesë në samitin e NATO-s, përveç pjesëmarrjes në sesionin e punimeve të udhëheqësve të vendeve aleate. Rama do të ketë 2 takime kortezie me Mark Rutte, sekretarin e përgjithshëm të NATO-s, edhe me presidentin e Turqisë, Recep Tayyip Erdogan. Sot dhe nesër në Turqi, president dhe kryeministrat të 32 shteteve nga Amerika e Veriut në Evropë do të mblidhen në tryezën e përbashkët të samitit të NATO-s. Delegacioni shqiptar i udhëhequr nga kryeministri Edi Rama i shoqëruar nga bashortja Linda Rama do të marrë pjesë në sesionin e punimeve të vendeve aleate.
Në qëndrimin dyditor në Ankara që bën bashkë udhëheqësit kryesor të botës, Edi Rama do të takohet me Mark Rutte, sekretarin e përgjithshëm të Aleancës së Atlantikut. Të mërkurën kreu i qeverisë, njëjtë si gjithë udhëheqësit e tjerë, do të ketë një takim dypalësh me Tayyip Erdogan, presidentin e Turqisë. Në njoftimin e shpërndar nga zyra e medias së qeverisë, thuhet se pjesëmarrja e kryeministrit Edi Rama në samitin e NATO-s konfirmon angazhimin e vazhdueshëm të Shqipërisë si një aleate aktive e besueshme e aleancës, si dhe kontributin e saj në forcimin e sigurisë dhe stabilitetit euroatlantik. Në mbyllje të samitit NATO 2026 në Ankara, udhëheqësit e vendeve aleate do të zyrtarizojnë edhe shtetin që do të mirëpresë NATO 2027. Nga kryeministri Edi Rama është njoftuar që vjet se do të jetë Shqipëria. Shkojmë me Xhemal Rexhën, i cili ka qenë gjatë këtyre ditëve në Ankara me Turqi për të ndjekur atje nga afër samitin e NATO-s. Xhemal, përshëndes. Orë, ditë impenjative apo jo, me konferenca të përpashershme shtypi, por gjithashtu edhe me takime liderësh të rëndësishëm. Sot edhe kryeministri Rama në Ankara, mund më thuash detaje rreth agjendës së tij, kishte parashikuar edhe ai takime të rëndësishme? Po, Ilir, lajmi fundit është që sapo kemi konfirmuar në fakt me zyrën e kryeministrit Rama që ai ka mbërritur në Tiranë, ka mbërritur në Ankara, këtu në kryeqytetin turk. Para një orë ishte postimi i tij fundit në Facebook, do ta ketë bërë rrugës ose sapo ka mbërritur në Ankara, por ai tashmë është në mesin e liderëve të tjerë të NATO-s që janë këtu për këtë summit që vazhdon të quhet historik, jo vetëm nga vendi mikprit Turqia, por edhe nga liderët e tjerë, edhe nga sekretari i përgjithshëm zoti Rutte, edhe nga komisioneria për politikë të jashtme edhe siguri Kaja Kallas, e cila ka thënë që secili summit është historik, por këtu në Ankara si vjet vërtet është historik dhe ka përfunduar këtu dita e parë në një lokacion tjetër që është forumi për industrinë e armatimit, ku ka pasur gjatë gjithë ditës diskutime të shumta, marrëveshje pafund të nënshkruara ndërmjet shteteve të ndryshme të NATO-s për të forcuar kapacitetet e tyre ushtarake, luftarake në industrinë e mbrojtjes. Ka ekspozuar Turqia këtu gjithë inovacionin në këtë industri që ka paraqitur një dron të ri quhet Molla e Kuqe, nëse përkthehet e ka emrin e njëjtë në gjuhën turke, dhe i cili është një dron Bayraktar natyrisht, por që është pa pilot, pra dhe është i gatshëm të luftojë ajër dhe tokë-ajër. Ka pasur një konsorcium bankash i lirë që kanë dhënë miliarda dollar euro për industrinë e armatimit dhe pastaj tash gjithçka bartet një 2 kilometra larg ku jam këtu, e ku nuk ka qasje për media, në pallatin presidencial, aty ku do të ketë 3 darka të ndara, një të ministrave të mbrojtjes, një tjetër të ministrave të jashtëm dhe kryesorja, darka për krerët e 31 shteteve të tjera të NATO-s, mikpritës zoti Erdogan dhe zonja e parë Emine Erdogan. Kemi pasur komunikimet për mediat, Xhemal, lutem thuaj çfarë u tha në të fundit. Pak minuta më herët ka pasur një adresim pa pyetje sekretarit përgjithshëm Rutte bashkë me presidentin e Komisionit Evropian Ursula von der Leyen, si dhe me presidentin e Këshillit Evropian Antonio Costa. Kanë qenë fare të shkurt për të thënë që janë të lumtur që vendet evropiane kanë shtuar investimet e tyre për mbrojtjen dhe zoti Costa, presidenti i Këshillit Evropian, ka thënë që NATO-ja pra nuk shihet vetëm një forcë për të mbrojtur, për të luftuar në fakt, por edhe për të mbrojtur, për të parandaluar sulmet. Nuk kanë diskutuar më gjatë dhe nuk kanë marrë pyetje, por ka pasur disa gjatë ditës, zoti Rutte ka qenë shumë aktiv gjatë ditës së sotme, ka pasur disa adresime tek ky forumi, por gjithçka i lirë zyrtare është nesër brenda disa orësh, që nga ora 8 e mëngjesit sipas kohës lokale këtu do të vinë liderët një nga një në pallatin presidencial Beştepe, ku mbahet samiti, dhe pastaj do të ketë një 2
orë diskutim ndërmjet krerëve të shteteve të NATO-s për të dalë në fund me një konferencë zoti Rute për të treguar se për çfarë janë dakorduar pikat kryesore siç kemi raportuar disa herë, pra për të parë një vit pas zotimeve në Hag se sa shtetet e kanë rritur shpenzimet e tyre për mbrojtjen, nuk është e sigurt fakti që përkundër asaj që ishte premtuar vitin e kaluar që samiti i radhës do të mbahet në Shqipëri vitin e ardhshëm, për shkak të raportimeve të Reuters që Shqipëria nuk ka bërë investimet e duara. Shpresoj të kemi mundësinë ta pyesim zotin Rute ose të tregoj vetë në konferencën e nesërme nëse kjo do të ndodh, dhe pastaj natyrisht do të ketë diskutim për konfliktet e tjera dhe me shpresë ka ardhur Trump këtu që do të ketë mbase një afrim për përfundimin e luftës ndërmjet Rusisë dhe Ukrainës. Xhemail Turoj punë bar, faleminderit shumë për gjitha informacionet për cilla. Mirë, shkëputemi për fare pak. Rikthehemi. Jemi rikthyer në konferencën e tij për mediat, zoti Berisha e përqendroi vëmendjen tek libri Albanian Files, të cilin e cilësoi si provë të abuzimeve me ndërtimet të Bregdet dhe paralajmëroi se Partia Demokratike do të depozitojë një padi në SPAK. Kryedemokrati foli gjithashtu për raportin e opozitës me parlamentin dhe procesin e riorganizimit të strukturave të PD-s. Konferencën e kësaj të martë për mediat, kryedemokrati Sali Berisha ja dedikoi tërësisht denoncimit të asaj që ai e cilësoi si një dëshmi të pastër të batërdisë që është bërë me ndërtimet në Shqipëri, librin Albanian Files. Berisha përshëndeti faktin që libri u dorëzua në SPAK nga disa prej protestuesve dhe theksoi se Partia Demokratike po përpilon një padi për këtë çështje. Ky libër përbën dosjen më kriminale në historinë e Shqipërisë të 35 viteve të fundit. Përshëndes dërgimin e tij në SPAK nga përfaqësues të protestës, i garantoj se Partia Demokratike po e studion dhe do paraqes akt padin tjetër po për këtë libër në SPAK. Mëtej Sali Berisha foli për një raport të kushtëzuar të opozitës me parlamentin dhe pjesëmarrje në seancat plenare, deri në përmbushjen e kërkesave që kanë bërë protestuesit që dalin në bulevard tashmë prej 5 javësh. Kemi shpallur mos pjesëmarrje në seancat parlamentare dhe jo në komisione, gjersa Edi Rama të mos bllokojë paraqitjen në parlament të amandamenteve që kanë dorëzuar deputetët tanë për ndryshimin e ligjeve që kërkojnë përfaqësuesit e protestës. Ndër të tjera, kryedemokrati foli në këtë dalje dhe për procesin e brendshëm të riorganizimit të Partisë Demokratike, duke theksuar se parimi i ri për të rritjes që u zbatua në Këshillin Kombëtar dhe në Kryesinë e re do të vazhdojë edhe me pjesën e strukturave drejtuese të partisë. Protestat e qytetarëve vijojnë, tashmë mblidhen në orën 19 për të vijuar deri në orët e vona të mbrëmjes. Ajo që nisi si një kundërshtim ndaj një projekti në Zvërnec, e që u quajt Revolucioni i Flamingove, duket se ditën e sotme ka kërkesa drejt për drejta drejtuar qeverisë e kryeministrit Rama. Për të disatën ditë kërkohet ndërheqja e tij. Në kontekstin e protestave dhe zhvillimeve politike do të kemi një bashkëbisedim me profesor Artan Fugën. Profesor, të përshëndes dhe të falenderoj që gjete kohë. Përshëndetje, ju falenderit juve, me kënaqësi. Lexova një shkrim tëndin shumë interesant në fakt, tek i cili flisni për degradimin e sotëm të përfaqësimit partijak. Kurimi është i domosdoshëm, thoni ju, në parlament. Cila është arsyeja kryesore e këtij degradimi në përfaqësimin politik në Shqipëri, profesor? Njëherë, unë falenderoj për pyetjen edhe falenderoj për interesimin që keni treguar për shkrimin tim. Unë desha të them në një formë paksa akademike që sigurisht unë nuk nisem thjesht vetëm nga mendimet e mia. Gjithsesi një kërkues shkencor dhe një universitar kërkon referenca. Dhe ku i gjej të referenca? E para, i gjej te raporti i Bashkimit Evropian, i cili në mënyrë fare të hapur, fare të qartë, fare, desha të them, të drejtë për drejtë, të artikuluar në mënyrë shumë koncize, thotë që në procesin zgjedhor ka ndërhyrje, kanë të bëjnë me intimidimin e elektoratit,
thuhet që ka ndërhyrje të partive politike, pra të partisë në pushtet, kryesisht mbi të gjitha, në procesin e vendimarrjes të ligjeve në kuvendin e Shqipërisë. Vjet re sot raporti një ndërhyrje partijake, gjithashtu edhe në pushtetin ekzekutiv dhe në administrat. Gjitha këto janë të thëna nga kush? Nuk janë të thëna as nga njerëzit shef, as nga një njeri që nuk kupton asgjë dhe s'interesohet për politikën, nuk janë të thëna as nga pushtete geopolitike ndërkombëtare që unë nuk konsideroj miqësore në Shqipërisë, janë të thënë nga ekspertët dhe përfaqësuesit, dhe pastaj janë të njohura nga ata që kanë legitimitetin në atë që quhet Bashkimi Evropian, ku ne konsiderojmë se është rruga jonë, dhe pushteti konsiderojmë se është rruga jonë. Mua më duket se këto raportet e BE-s, klasa politike në 30-35 vjet i ka lexuar, i ka marrë si konstatime dhe kaq. Problemi është se ato kanë një faturë mbi shpatullat e qytetarëve. Kjo është e para. E dyta referenca ime është që ne kemi, nuk e di se sa vjet, edhe dekada, që atë kodin elektoral që formëson parlamentin, e ndrojmë nga zgjedhje në zgjedhje, gjithmonë gjejmë dobësi atje, dhe pyetja më në fund, mbas kuti unë 6 herë, 7 herë zgjedhje që janë bërë, 10 herë sa janë bërë, për në kuvendin popullor, pyetja që ka të drejtë të bëjë qytetari është klasa politike, ose është e paaftë të bëjë një ligj si duhet, ose e bën në atë mënyrë që të ka përzej 4 vjeçarët në këtë mënyrë. Qytetari ka të drejtë të thotë, dakord, po ku jemi këtu? Kjo është shumë e rëndësishme, dhe kurse për sa i përket pyetjes që ju bëni, unë mund të them që konstatimi është ky. Konstatimi është në konceptin tim, përfaqësimi nëpërmjet partive aktualisht, edhe në këto 30-40 vjet, është shumë defektoz dhe ka ardhur duke u degraduar. Në kuptim, në kuptimin që për mua kodi elektoral që ne kemi në fuqi, për mendimin tim është antikushtetues. Pse është antikushtetues? Sepse shkon në kundërshtim me parimet që afirmon kushtetuta, që është barazia e qytetarëve për të zgjedhur dhe për të zgjedhur. Në dy kuptime. Në kuptimin që ne kemi deputet që disa zgjidhen në mënyrë të privilegjuar me lista të mbyllura, disa duhet të shkojnë dhe të ballafaqohen me elektoratin në lista të hapura. Po ashtu kemi në kuptimin tjetër që vota e një qytetari shqiptar ai mund ta çojë drejt një kandidatit për deputet dhe atë mund ta marrë një deputet tjetër. Nga kjo pikpamje, në të dy rastet, ne kemi tjetërsimin e vullnetit elektoral. Pastaj vjen problemi, po të doni dhe më tutje, dhe e mbaroj, sepse sigurisht koha juaj është e kufizuar, po unë i shpjegoj këtu atje, vjen puna që një deputet apo deputetët janë në trysninë e partive politike. Mua më vjen keq dhe sot e diskutohet kjo. Kryetari i grupit parlamentar të Partisë Socialiste në Kuvendin e Shqipërisë i kërkon deputetës dhe i bën presion nga ana morale, duke i thënë dorëzo mandatin se mandati i shtimit se je zgjedhur me lista të mbyllura. Do të thotë që ka deputet që zgjidhen me lista të hapura dhe deputet me lista të mbyllura, deputet të ligjshëm dhe deputet që janë gjysmë deputet, të gjitha këto janë turpe të mëdha nga pikpamja juridiko-politike, dhe qytetari në një moment saktuar ka të drejtë të thotë, po ku jemi këtu? Qartë. Profesor, qytetarët kanë protestuar tashmë para parlamentit, thirrjet kanë qenë nuk na përfaqësoni më. Në shkrim duket se edhe ju keni një mendje. Tani, në një farë mënyrë e sqaruat. Mund t'ju ndërpres?
un kam 20 vjet që e them, protestuesit e thon tani, më duket se protestuesit janë në një mendje me mua. Mirë, dakord. Vazhdojmë, sa për saksi. Patjetër, edhe kështu është, okay. Pra, nuk përfaqësojnë shqiptarët, por përfaqësojnë partitë e tyre. Dhe ju e shpjeguat në fakt shumë mirë. Është pikërisht kodi zgjedhor i cili në një farë mënyre i detyron ata që të jenë besnik të liderit partisë apo jo, të kreut partisë, edhe ndoshta për këtë arsye janë kaq besnik ndaj strukturave të partisë e jo ndaj qytetarëve. Po unë doja t'ju pyesja, si mund ta fitoj këtë pavarësi deputeti, edhe në rastin që ju cituat pak më parë. Është e mundur kjo pavarësi? Njëherë jemi këtu tek rasti i fundit që vërteton modelin e përgjithshëm në mënyrë zyrtare, solemne. Kryetari i grupit parlamentar Partisë Socialiste kërkon nga deputetja e cila shpreh vullnetin e vet të lirë si përfaqësuese e popullit për të marrë atë vendim që ajo e konsideron në shërbim të popullit, nuk po hy këtu mira keq, se jam unë që e gjykoj, i kërkon të dorëzoj mandatin e deputetit. Qartë, po problemi që ndron te kodi, sepse kreu i grupit parlamentar i thot, të kemi zgjedhur ne, nuk e marr votat e socialistëve. Për arsye të kodit, ke qenë në listë mbyllur edhe për këtë arsye na kthe mandatin se s'na dalin llogarit. E para, Partia Socialiste sigurisht i ka dhënë çdo deputeti logon e vet, pra i ka dhënë diçka. Por edhe Partia Socialiste apo Partia Demokratike apo çdo parti ka marrë nga reputacioni i çdo kandidati për të ushqyer logon e vet. Pra, në logjikën juridike të studentit të vitit parë juridik apo të shkencave politike, kjo është e qartë. Nëse politika se ka të qartë, mos mërziten kur njerëzit të rinjt apo të rejat thrasin në shesh. Duhet të gjykojnë, prandaj është parlamentari që të gjykojë, prandaj është një universitar që të gjykojë. Nuk është fjala thjesht të shkojë dhe të bërtasi e të thrasi në podiume, sepse kjo është një tjetër aktivitet. Por jemi këtu. Pra, ne jemi sot në një situatë ku mentaliteti dhe po të shikoni dhe në statutet e partive politike kryesore, do të shikoni që grupi deputetëve konsiderohet strukturë partijake. Unë juftoj të merrni statutin e Partisë Socialiste dhe do shikoni që atje formulohet qartë grupi deputetëve strukturë e Partisë Socialiste. Bile dhe në Partinë Demokratike, de facto, kështu bëhet. Çfarë do të thotë kjo? Kjo do të thotë që ne jemi në këtë situatë ku kemi kontrollin partijak mbi shtetin. Kontrollin partijak mbi sovranitetin e përfaqësuar nga deputeti. Që do të thotë, ose duhet ndrojë kushtetuta dhe ne të themi që deputeti përfaqëson partitë politike, ose duhet të themi që deputeti është sovran dhe partitë politike ta lënë rap. A është e mundur të riparohet kjo? Unë në shkrimin tim them këtë gjë. Çdo tentativë për të minuar procesin elektoral dhe procesin parlamentar, shtetin ligjor, është krejtësisht e gabuar e rrezikshme dhe meriton të ndahet shpër saj. A është në Shqipëri ky model ashtu si duhet të jetë? Në asnjë mënyrë është i degraduar, është antikushtetues. Dhe si mund të rregullohet, si mund të kurohet, ka 1000 situata, 1000 mënyra për ta rregulluar. Sigurisht nuk do gjendet një model perfekt, por të paktën të rregullojmë këtë. Çfarë të rregullojmë? Të rregullojmë që një deputet që del nga masa e qytetarëve apo del sipas vullnetit vet, dhe një deputet që kandidohet nga një parti të kenë shanse të barabarta për të fuar, për të zgjedhur dhe për të kandiduar. Të paktën këtë, dhe ka mundësi të rregullohet kjo, patjetër që ka. Nuk ka kuptim që një parti, për shembull, që mund të ketë vetëm një deputet në parlament, mundet që kandidat
kandidatët e saj, të kësaj partie që përfaqësohet dhe me një deputet në parlament, të kenë gjithë ato avantazhe për të kandiduar. Kurse një kandidat do të përfaqësojë zërin qytetar, i duhet dhe është pothuajse e pamundur ta bëjë këtë. E para, e dyta, një minutë, se në vërtet kemi sistem parlamentar, po kushtetuta njeh dhe referendumet. Çfarë janë referendumet? Referendumet janë referendumet kombëtare apo lokale, janë demokracie drejt për drejt. Më thoni mua, sa kohë ka që s'është organizuar dhe sa referendume kombëtare janë në këto 35 vjet për të shprehur zërin. Pra është një mënyrë kjo, Absolutisht, jam dakord. Profesor, ndjes. Ju lutem. Çfarë rrezikon demokracia shqiptare nëse e kemi një të tillë nga kjo krizë përfaqësimi dhe çfarë do të prodhojë nëse do të vijojmë të jemi kështu? Unë e kam thënë në formulimin më të fundit, e kam bërë në librin tim Shoqëria Piramidale, por mua më vjen turp tash të promovoj librat e mi, as e kam këtë zakon, por çfarë kam thënë unë? Nëse do të vazhdohet në këtë mënyrë, ne do të kemi këtë situatë. Do të kemi situatën që në Shqipëri do të vazhdojnë mos kemi ndarje pushtetesh dhe këtë që unë e shpjegoj me fakte dhe me arsyetime në librat e mi, këtë ta ka konstatuar në raporti Bashkimit Evropian. E dini ç'do të thotë mos ndahen pushtetet? Që do të thotë partia të ketë në dorë dhe parlamenti, të ketë në dorë dhe agjenci kushtetuese, të ketë në dorë dhe presidentin, të ketë në dorë në një farë masë të saktuar edhe pallatin e drejtësisë. Kjo do të thotë të mos kesh ndarje pushteti, që është themeli bazë i një demokracie. E parë. E dyta, çfarë do të thotë? Do të thotë që qytetari në një moment të caktuar vjen dhe çfarë bën? Kupton që institucionet e kanë përjashtuar atë. Dhe rreziku më i madh që kam thënë unë është që qytetarët, ti braktisin institucionet. Qytetarët kanë braktisur institucionet i nderuar i lirë. Në ç'më mënyrë? E para, të gjithë ata që kanë ikur, kanë lënë dhe në shtetësinë, ata kanë prishur kontratën hopsiane apo lokiane të qytetarit me shtetin, kanë prishur kontratën. Dhe më thoni mua ju, nëse një qytetar që ndihet mirë ka prishur kontratën juridike me shtetin e vet, pra të gjithë ata që kanë ikur sa gjysmë e popullsisë, ata kanë braktisur institucionet dhe kanë thënë, këto janë institucionet tona, nuk i njohin. E parë. E dyta, të gjithë ata që nuk votojnë apo si të thuash komercializojnë votën e tyre, si që themi shqesin votën e tyre, që është në thelba jo? Ajo nuk është një vesë, një imoralitet, jo. Ajo çfarë është? Është shpreha më e qartë që qytetari thotë, kjo votë mos më vlen. Pra, shikoni se çfarë pasojësh ka. Dhe mbi të gjitha, ndodh ajo që unë e kam quajtur gjëmt dhe dramë e madhe, për një kohë që të shikoj qytetarët nga njëra anë në shesh, duke thënë që institucionet s'ta përfaqësojnë dhe institucionet që heshin dhe nuk flasin dhe nuk kanë fuqi të ndërmarrin asnjë veprim, janë të paralizuara. Flet presidenti i Republikës? Jo. Flasin deputetët për të thënë që çfarë masash do marrin? Jo. Kanë fuqi deputetët sot të shkojnë në shesh apo të shkojnë në zonat e tyre elektorale për diskutuar me rinin, me njerëzit? Jo. Atëherë më thoni mua, ka më shumë anë negative se sa kjo? Dhe e fundit, për t'ju përgjigjur pyetjes tuaj se çfarë mund të ndodhi? Mund të ndodhi që klasa politike apo një shtres sunduesish duke u shkëputur nga populli të fragilizohet në atë farfeje sa të vihet në ndonjë presion
të caktuar, i cili mund të jetë në një mënyrë apo në një mënyrë tjetër rrezik për kombin, dhe të tilla historira ne kemi pasur në historinë tonë të shekullit 20 apo të 19 dhe të shekujve pak më përpara, edhe para themelimit të shtetit shqiptar, flas për një elitë të caktuar socio-ekonomike. Mos harrojmë që në 12 prill 39 parlamentar shqiptar kanë shkuar, kanë dorëzuar atë kurorën e Skënderbeut, një mbreti dhe perandori tuaj. Nuk po them se jemi këtu, por si rreziqe, të gjitha rreziqet janë mundshme. Dhe ne mund të ndodhemi në një situatë që në shkencat politike quhet situatë e dy pushtetit, që do të thotë në shesh pushteti ta ketë masa qytetarëve, në institucione sa ndryruara ta ketë ai që konsiderohet se është i zgjedhur. Nuk ka gjë më të rëndë dhe të tmerrshme se sa kjo, dhe unë këtu nuk jam fare anksioz, por po t'i referohemi traktateve të filozofisë politike dhe po marr këtu një shprehje të Hobbesit, mendimtarit të madh politik anglez, i cili thotë se ne në këtë rast do të kemi një republikë të qarë në dysh, dhe kjo qarje në dysh çon në atë që quhet në sociologjinë e shekullit 21 kombe të përqarë. Ne rrezikojmë të jemi kombe të përqarë në planin politik institucional, jo vetëm thjesht në planin territorial. Qartë. Profesor, unë kam detyrë të ngrej alarmin për këto. Nëse unë se bëj këtë gjë, atëherë unë jam përgjegjës që atë që di nuk e them. profesor, a ka të ngjarë që të zjas në kohë kjo, pra pushteti në terren i qytetarëve, tek qytetarët, e ndërkohë në institucione. Pra e thënë me pak fjalë, gjatë gjithë kësaj periudhe, megjithëse po protestohet, duket se qeveria e kryeministri Rama vijon punën, madje shpeshherë edhe analizon eksponent të rëndësishëm të organizatorëve të kësaj proteste, akuzon. Jemi në këtë pikë, dy botë, dy realitete paralele, sa mund zjasi diçka e tillë? Mund të zjas? E para, unë dua të them që kur analizojmë veprimtarinë e kryeministrit, dua të them që jam dakord me ju që është vetëm ai i cili është aktiv vizualisht, virtualisht, përpara opinionit shoqëror, por mos harrojmë se këtu ka rrezik të ngatrohen dy gjëra. Një kryeministër nuk e ushtron detyrën e vet nëpërmjet ligjërimeve në podcaste apo në komunikime. Kjo është një anë komunikative. Problemi është, a ka fuqi sot kryeministri i Shqipërisë të bashkëbisedojë me qytetarët e pakënaqur? A ka fuqi ai të thotë që shikoni, unë ju dëgjova dhe do ndërmarr 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 masa dhe do rivendos faqen sociale? Këto deri tani nuk ekzistojnë, pra dhe funksioni i kryeministrit është i tillë i cili është i bllokuar në këtë plan. Unë ju fola që kur vjen puna për institucionet, nuk është vetëm kryeministri, është presidenti. Ku është presidenti i Republikës? Qartë. Nuk është. Më lejo të lutem, se po i them unë këto, s'ka problem. I mbaj unë përgjegjësinë. Çfarë masash marrin deputetët? Kanë fuqi grupet e deputetëve të marrin masa dhe të vendosin se çfarë duhet bëjnë? Kanë fuqi ata të shkojnë të takojnë elektoratin? Unë dëgjova në lajmet tuaja që Partia Demokratike nuk merr pjesë në zgjedhjet në seancat e kuvendit, por merr pjesë në komisione. Çfarë do të thotë kjo? Të marrësh pjesë në komisione? Për ty çfarë do të thotë? Në komisione nuk ka veprimtari ligjvënëse. Është ligjet dalin në mbledhjen e deputetëve. Ç'a kuptimi ka kjo? Ç'a kuptimi ka? Prandaj unë po them që shteti është i bllokuar. Tash ju thoni sa do zgjasë kjo.
Po. Më lejoni ta them pikpamjen time. Kjo nuk ka filluar sot, i dashur i lirë. Unë mund t'jap prova sepse e studioj komunikimin dhe opinionin publik prej vitesh e vitesh, ta kënaqësia dhe ndarja e qytetarit shqiptar në rrjetet sociale ka vite që është bërë, por me qënë se ajo në planin fizik, pra të një presioni të dhunshëm fizik në shesh, që përbën një rrezik të cilit i vjet policia përballë, me qënë se është në rrjetet sociale thuhet, a mos e virtuale është kjo, po edhe ndërgjegja është virtuale. Problemi nuk është nëse qahet trupi mishi i qytetarit me shtetin. Problemi është nëse qahet ndërgjegja kolektive me institucionin e shtetit. Nëse ne nuk kuptojmë të, dhe unë shikoj plot të marë që nuk e kuptojnë këtë, që numërojnë njerëzit që janë në shesh, janë 5, 7, 200, 200.000 me drone, pa drone, me propaganda e ku diun se çfarë, nuk kuptojnë që uniteti i shtetit, ideja e shtetit është një vlerë morale dhe ideore, shteti është në koncept në radhë të parë. Po mbaroi si një unitet konceptual i ndërgjegjshëm midis idesë së shtetit dhe idesë së ndërgjegjes kolektive të qytetarit, ana fizike pastaj është e tillë që do përsëritet. Edhe në qoftë se gjatë verës, ku diun, mund të ndodhi kjo apo jo, do të ndodhi pak më vonë. Fenomenet të tjera do ndodhin. Çfarë do ndodhin? Do ndodhin fenomene të cilat kanë të bëjnë me shkelje ligjore, do ndodhin mosbindje civile të formave nga më të ndryshmet, do të ndodhin ikje largime masive, do të ndodhin një ftohje, ajo që quhet emigrim i brendshëm. Këto nuk, edhe sikur 1 vit, 2 vjet, 3 vjet të mos jenë të shprehura në shesh, sheshi më vjen vërtet trishtet kur e vlerësojnë atë që quhet uniteti i shtetit, forca i shtetit shqiptar nga atë që shoh me sy në bulevard. Profesor, nuk është ajo. Duhet të pyes, nëse do na duhet që të bëjmë një reformë të rëndësishme, jo vetëm për parlamentarizmin, por edhe për situatën në tërësi në Shqipëri, cila do të ishte ajo? Cila prodhon më të keqen më të madhe në këtë vend? Unë ja u kam thënë, unë i kam shkruar vite më përpara, por këtë muaj dhe i kam ribotuar, për mua njëherë kërkohet një reformë e qeverisjes, e sistemit qeverisjes. Ne kemi një sistem qeverisje defektoz dhe antikushtetues. Është e thjeshtë fare. Unë kam qenë i pari që kam thënë prej gjuhën. Kryeministri, një mandat. Protestuesit thonë 2, janë shumë. Dhe dikush më thoshte që është utopi. Kur shikoj në Ungari, ata po e kthejnë ligj. Mund të ketë dhe mënyra tjera, nuk po them këtë gjë. Po të thesh një gjë të thjeshtë. Dhe unë dal me përgjegjësi para opinionit publik. Ndryshoni këtë, gjithë Shqipëria ka për të ndryshuar. Çfarë? Një mas tjetër, fare e vogël, një rresht i vogël është. Pra nuk është çështja se nuk dim. Unë po të them që sistemi qeverisjes në Shqipëri rregullohet brenda një viti. Dhe na sjell një demokraci, një shtet i cili të jetë stabil, të jetë i fuqishëm, se jemi shtet i vogël, të rezistoj erave dhe të rikthej vlerat që duhen. Presidenti i Republikës sigurisht mund zgjedhet nga parlamenti. Siç është, nuk kërkohet një ndryshim i madh, por nuk mundet që presidenti i Republikës në fund, në raundin e 5, mund të zgjedhet ku diun edhe me gjysmën e deputetëve në sallë, ku diun me një numër të saktuar, që e bën të jetë në varësi të partisë që ka parlamentin. Mjafton një rregull i thjeshtë. Në qoftë se në seancën e parë dhe të dytë presidenti nuk zgjidhet dot nga parlamenti, kandidaturat që janë shprehur në parlament dalin në referendum popullor dhe vazhdojnë të jenë, si thua, produktet parlamentarizmit, por ama me ndihmën e vullnetit popullor që
si thua, e plotson. Ne kemi, nuk e di, një vitet sa kam shkruar në Kosovë, që vim rrotull, rrezikojmë tëra të fitoret madhe që ne arritëm nëpërmjet ndihmës së aleatit strategjik në Shqipëri, që ishte Shtetet Bashkuara të Amerikës në mënyrë ekskluzive, dhe e vëm në rrezik sot me procedura të cilat mua më falni janë procedura idiote. Shikoni se sa të thjeshta janë në planin politik. Kanë në planin... Dakor, duhet ketë vullnet, profesor. Shumë thjeshta janë. Aq më tepër shpjeguar, kaq shkoqur, siç po e shpjegoni ju. Dakor, po ta ndajmë një herë. Do me thënë, a ka fuqi intelektuale kombi shqiptar që të propozoj zgjidhje racionale që të jenë të pranueshme nga masa dërmuese e qytetarëve shqiptar? Unë po them që është e sigurt që po. Është e sigurt që po. Po një ndër kërkesat e protestuesve është edhe kjo që ju po thoni. Urdhëro? Patjetër që është dëshira, potenciali është për të realizuar diçka të tillë. Një prej kërkesave për ndryshime kushtetuese është propozuar tashmë edhe publikisht nga ana organizatorëve të kësaj proteste. Jo, unë nuk lidhem me protestën, unë nuk ndikohem nga askushi, me gjithë respektin që kam. Unë e kam thënë këtë, para se të fillonin historitë, dhe nuk janë vetëm këto, janë një sër masash. Për shembull, për sistemin e qeverisjes kanë propozuar 20 masa. Duhet transformohet administrata publike. Administrata publike duhet të shkëputet në varësinë e saj nga politika, që do të thotë duhet të shkëputet nga ministrat. Mbaroj. Ne themi që kemi një ekonomi të tregut, kur rolin kryesor në ekonominë tonë luan tenderi, dhe ata që marrin vendime për tenderet janë të tërë përfaqësues të partisë politike. Pra ne kemi një ekonomi të politizuar. Çfarë duhet bërë për këtë? Po patjetër më ka masa që s'ka nevojë ti shpikësh. Do të thonë janë ato. Pra të lutem, Ilir, e para nuk fola për dëshirat. Dëshirat mund t'i ketë një iri, një ere, cila vjen me entuziazëm. Unë s'kam nga këto, se s'më lejohet të kem. Një universitar ka çfarë ka? A është e mundur nga ana racionale? A mbështetet në eksperienca? Dhe unë mendoj, nuk është çështje dëshirash, por nga pikpamja racionale, unë jam i sigurt që brenda 2-3 vjetësh me masat e ndërmarra, Shqipëria mund të hyjë në një dinamik krejt tjetër, tepër pozitive, se i ka gjitha mundësit. Tani vjen puna këtu. E dyta është vullneti politik. Unë shikoj që vullneti politik i klasës sunduese i asaj që nobelisti Stiglitz thot për 1% popullsisë mund mos jetë. Tashti pyetja ime është, në qoftë se 1% vin kundër një modeli racional, vin kundër arsyes historike, rezultati dihet. Arsyeja historike, thot Hegeli, çan rrugën e vet, anti-arsyeja eksmi mund ta dhonojë atë, si thua, trajektorin e historisë, por historia bën rrugën e vet. Prandaj po të them që nga pikpamja racionale, nga pikpamja e modelit, mua më duket që protestat janë fituese ndaj modeleve të cilat nuk janë racionale. Unë dëgjova, me gjithë respektin, dëgjova që opozita pas ka bërë amendamente. Çfarë amendamente? Me cili konsultoi? Ku e mori atë konsultimin publik? Çfarë ndryshimi ka me ato që kishte propozuar përpara? Tani minutë se nuk bëhen kështu këto gjëra. Profesor, faleminderit, kënaqësi të dëgjoj. Faleminderit për juve dhe shumë respekt për pyetjet tuaja. Ditë mbar. Rikthehemi për pak. Presidenti i SBA-ve, Donald Trump, pritet t'i komunikojë presidentit turk Recep Tayyip Erdogan gjatë samitit të NATO-s në Ankara se është i gatshëm të rikthejë Turqinë në programin e avionëve luftarak F-35, duke sinjalizuar një ndryshim të rëndësishëm në politikën amerikane ndaj Ankaras. Sipas raportimit The New York Times, Trump mund të përmbysë ndalimin e vendosur në vitin 2019 kur Turqia u përjashtua nga programi për shkak të blerjes së sistemit rus të mbrojtjes ajrore S-400.
Një veprim që Washingtoni e konsideroi rrezik për sigurinë e teknologjisë së avionëve F-35. Burimet e administratës amerikane bëjnë të ditur se ende nuk ka një plan të finalizuar për tekalimin e pengesës ligjore dhe kufizimeve të vendosura nga Kongresi. Megjithatë, po shqyrtohet mundësia e një shkëmbimi letrash mes dy liderëve për të hapur rrugën e marrëveshjes. Kongresi Amerikan kishte ndaluar çdo shitje të avionëve F-35 drejt Turqisë për aq kohë sa Ankaraja mban në përdorim sistemin rus S-400, nga frika se Moska mund të përfitonte informacione mbi teknologjinë e avancuar të avionëve amerikanë. Sipas raportit, një nga opsionet që po diskutohet është transferimi i sistemit S-400 në një vend të tretë, çka mund të zhbllokonte rikthimin e Turqisë në programin F-35. Megjithatë, një mekanizëm i tillë nuk është finalizuar ende. Samitin që po zhvillohet në Ankara, por jo vetëm, me kënaqësi do ta bashkëbisedoj me Sokol Kondin. Kondi, faleminderit që erdhe. Faleminderit. Besoj, lajmin e fundit e ke lexuar, molla e kuqe nga Turqia, një dron i avancuar i teknologjisë të fundit prezantuar në samit. Për ty? Interesant, tregon relevancën që kanë marrë dronet në luftë sot. Po kemi parasysh që Ukraina duke një çështje e humbur, deri kur filloi kthesa e madhe fal armadës së dronëve në luftën kundër Rusisë. Dhe Rusia duket se ka ngjecur sot. Pra bën avancime të papërfillshme me kosto të jashtëzakonshme njerëzish. Ndërkohë që Rusia po shpreh se po ndjek me shumë vëmendje këtë samit, dhe sepse ajo ka ndryshuar dhe retorikën e luftës në Ukrainë, ndërkohë që lufta në Ukrainë konsiderohej operacion special apo spastrimi i neonazistëve nga Ukraina si një çështje e lehtë. Pra sot retorika e Kremlinit është se po luftojmë, është përmendur fjala luftë për herë të parë, ndërkohë që rusët që përmendin luftë arrestoheshin, dënoheshin, ndaloheshin. Sot Kremlini përmend termin luftë por si justifikim i faktit që Moska po përballka jo me Ukrainën, pra nuk mund ta pranojë që Ukraina të ketë bërë një revolucion të tillë me dronët që sa të frenojë Kremlinin, po sepse aty po përballet me gjithë perëndimin dhe ka Putini në një skeç të urdhëruar dje me një nga funksionarët e tij lartë sigurisë, e urdhëronte atë që të hetonte mirë kush është impakti i perëndimit në luftën e Ukrainës për të nxjerrë mësime për vendimarrjet e ardhshme të Moskës, që do të thotë me fjalë më të thjeshta që pra kush është impakti i NATO-s në armatime, në suport të çfarë do lloji ndaj Ukrainës, që ne më pas të dimë si të veprojmë në vendet e NATO-s, pra është kërcënimi brenda. Dhe kjo ndodh pra në kuadrin e samitit. Pra fakti që droni merr një lajm të tillë, ndërkohë që Turqia njeh dronët Bayraktar, disa prej cilëve ka edhe Shqipëria sot. Molla kuqe pse? Molla kuqe është molla ndaluar. Molla kuqe, po pra molla ndaluar në Bibël. Molla kuqe është molla mëkatit. Molla mëkatit, molla mëkatit, po pastaj duhet parë se kush konsiderohet si mëkatari. Jo, kush do ta kafshojë mollën? Kush do ta haj mollën? Kush do ta haj mollën? Kjo është e bukur. Kush do ta haj mollën? Ajo ngelet për të parë. Po Turqia me Izraelin duket sikur e ka. Ndërkohë që Bibla Erdoani do më shumë. Bibla ato rrëfimet aty i ka, këto ka shenjtë vërtetë çdo gjë jo vetëm e Biblës, po të tre besimeve monoteiste. Lidhje interesante kjo. Molla kuqe. Nuk e dim, ato Erdogani e di se për ka tamam. Ne po spekulojmë tash. Pa e ditur mirë. Mirë, po përtej kësaj, përtej dronit, përtej mollës kuqe, ka një tentativë të Erdoganit për më shumë, le të themi, pozita të konsoliduara në Siri. Unë dhe këtë çështje në avionëve F-35 është shumë interesante. Do isha më entuziast për Turqinë nëse ky lajm do kishte dalë në fillimin e mandatit të zotit Trump apo në mandatin e tij të parë, ose në fillimin e të dytit. Pse? Sepse sot po të shohim atë gambling që ai po bën, bigjozin që po luan me krimin e bordit paqes, i cili tashmë jo vetëm ka ngjecur, po që Gaza është zhdukur 70% e saj në pushtim izraelit permanent, ndërkohë që Via Verdi kishte ndarë gjysmë për gjysmë, pra ke 40-50% që sot është 70%, ndërkohë që edhe memorandumi i mirëkuptimit me Iranin është një memorandum i përkohshëm dhe nuk është një paqe finale apo asnjëherë pushim final, i cili kemi parë që po shoqërohet edhe ditët e zisë për Ayatollahut, po shoqërohet me goditje cisternash dhe kundërpërgjigje amerikane në territorin iranian. Hiq këto 6 ditë e zisë paktën. Po qartë. Po pse do ta afrojë te F-35 Trump? Do ta afrojë për të bërë biznes me Turqinë apo do që të balancojë forcën? Pse i ka edhe Izraeli F-35 apo jo? Për të thënë ndoshta se mund të ketë edhe Turqia këtu. Këtë më mirë e di zoti Trump, po ne mund të interpretojmë çfarë do të thotë në njëri rast dhe në tjetrin. Patjetër. Ne mund të interpretojmë që në rast se Trump ka vendosur që
t'ja japi Turqisë për të balancuar Izraelin, që është e vetmja forcë që ka supremacinë ajrore në lindjen e mesme, asnjë shtet tjetër në lindjen e mesme, as Irani, as kushdo tjetër nuk ka avion të kësaj gjenerate, kanë avion të gjeneratës më të vjetër. Arabia Saudite është miratuar një dërgesë e cila do 5 deri në 7 vjet që të realizohet. Po ky afati 5 deri në 7 vjet nuk mendoj se është thjesht çështje teknike për Rusia, po është çështje për të parë çfarë do të bëjë Izraeli këto 5 deri në 7 vjet. Pra, deri ku do të shkojë hegemonia dhe mësymet e Izraelit në lindjen e mesme. Pra është si thua një stand-by, është një qëndrim në pritje për të parë si do zhvillohen gjërat. Dhe këtu prandaj them që do isha shumë entuziast për Turqinë, sepse duhet parë për sa vite bëhet e mundur dhe dërgimi i Turqisë. Nëse është një afat 5, 7 apo 10 vjeçar, për 10 vjet Izraeli ka bërë namin aty dhe nuk ka gjë që balancon apo që ndal. Dhe un kam disa herë kam thënë që Izraeli kur ka hyrë në Gaza, në Libanin e Jugut apo në Siri nuk ka hyrë aty thjesht për çështje sigurie, por ka përdorur si çështje e sigurisë si pretekst për të zgjeruar territorin, për të bërë një shtet, një Izrael më të madh, më të begat, me më shumë territore dhe burime natyrore dhe me më shumë hapësira toka për kolonët e ardhshme. Dhe është një lëvizje kolonësh që ka hyrë në Siri këto ditë, madje edhe vetë ushtria izraelite kanë zgjeruar të arrestojë qindra prej tyre, të cilët kanë shkuar atje pikërisht ku ushtria e Izraelit shkoi përtej lartësive të pushuara të Golanit në luftën e 6 ditëve, që e ka një aneksim de facto, edhe pse nuk njihet nga Kombet e Bashkuara dhe nga shumë shtete. Dhe ky mendoj se është aneksimi i ardhshëm në Siri dhe fakti që kolonët shkojnë, kjo gjithçka e orkestruar. Pra, këta shumë veprojnë gjithmonë. Shkojnë një ushtria, pastaj kolonët që gjoja nuk i kontrollon dot shteti, shkojnë të bëjnë një shfaqje, një paradë atje, mbas kolonëve vinë sa që e kanë më seriozisht ngulin në një hu, në një gurë, pastaj fillojnë ndërtimet. Kjo ka ndodhur, nuk flasim për fantashkencë, ka ndodhur në Bregun Perëndimor, mund të ndodhë, ka ndodhur në lartësitë e Golanit, mund të ndodhë në ulësirat e Golanit dhe në Libanin jugor. Pra precedenti është, nuk po flasim për hamendësime. Dhe në këtë pikë, unë kam thënë gjithashtu tek këto disa herë që kur ra Bashar al-Assadi si pa pritur dhe erdhi ish antari i brendshëm, një degët Al-Qaedës që bë presidenti i ri sirian, i cili nga terrorist bë president. S'është rast unik, ë? Jo. Shtetet Bashkuara kanë bashkëpunuar me Gaddafin, me Saddam Husseinin, rastësisht ra Asadi. Asgjë për të habitur, por rastësisht pikërisht me një koordinim të mirëfillt, me vendosjen e një puppet, një kukull të Turqisë atje për të balancuar. Por këto jo domosdoshmë shoh si gjë të keqe, shoh si balancim. Master of Puppets. Këtu në këtë në lindjen e mesme apo në botë tash? Lindjen e mesme. Lindjen e mesme Izraeli po i lëviz gurët. Po i lëviz gurët, dhe mbase jo vetëm gurët, mbase ka dyshime që lëviz edhe presidenti i Shtetit Bashkuar. Nuk e dim tani. Nëse kjo e avionëve është serioze, reale, avionëve turq, këtu bi poshtë teoria që Trump merret për hundësh. Nëse është vërtet teza për të balancuar forcën. Po, nëse vërtet ai fut turqit në lojë për të balancuar Izraelin, kjo është antiteza që kontrollohet dhe drejtohet nga Izraeli. De facto antiteza. Sepse tash nëse janë miq në ndryes dhe Turqia me Izraelin dhe bëjnë lojë, pastaj kalojmë në fantashkencë. Këtë se themi dot, a kupton? Po unë dyshoj fort që nuk është ashtu. Dhe është fakt, po prandaj them që më duket e pamundur që kjo dërgesa avionëve të bëhet realitet dhe fakt. Duhet presim. Po atëherë është biznes. Një 4-5 vite procedura burokratike, kontrata e tjera. I ka thënë Trump Erdoganit, ja ka si thua ja ka ngacmuar atë egon duke thënë burri i madh, miku im më i mirë. Pikërisht për ta lënë ata që i ha këto tek Erdogan. Nuk i ha, po ja tash vinte këta avionët e premtuar, siç ka ardhur bordi i paqes i premtuar me rindërtimin e Gazës, siç ka ardhur memorandumin e kuptimit me Iranin që do rindërtojë Iranin me miliarda dollar në këmbim të hapjes të kësaj të asajt. Po s'kemi parë gjë në dritën e diellit ende. Kështu që nëse ndodh, patjetër që është balancim. Dhe balancimi i lindjes mesme nisi që kur në fakt Erdogani hyri në Siri me një forcë që ishte mbështetur prej tij. Forcë antikurde pro dhe anti-Assad deri diku, pse ishin të ndara si fraksione. Sot kontroll kush ka më shumë, Izraeli apo Turqia në Siri? Ata si thonë kanë ndarë zonat e influencës. Kanë ndarë, dhe këtu problemi është nëse orekset e Izraelit vinë nga lartësitë e Golanit, ka zbritur në një zonë jastëk mbrojtës perimetër sigurie. Ty ka dhe ca druz që nuk janë as shit, as sunit, që izraelianët i duan fort vetëm se janë
janë në konflikt me arabët. Pra këta mund të kalojnë, siç kanë bërë, pra kalojnë nga lartësitë e Golanit, kalojnë te Druzët. Pra duhet i vinë në mbrojtje vëllezërit tanë Druzë, e kupton? Po shkelin drejtat e tyre. Aty pastaj përplasja është e pashpangshme, se pas Druzëve vjen qeveria pro-turke e Sirisë, dhe mbas asaj vjen direkt Stambolli. Pra, nuk mund lejohet të shkojë deri aty, Izraeli, sepse është një forcë e zhveshur nga frerët. Pra, domethënë, pothuajse është një diktaturë përsëjashme, nëse në së brendshme Izraeli ka një sistem demokratik funksional me gjykata, me qeveri që ka rotacion demokratik me votë, kështu me radhë, përsëjashme Izraeli është një forcë e zhveshur nga kufijtë dhe nga limitet, pra është një diktaturë e mirëfillt. Dhe me diktaturën përballesh vetëm me dhunë. Kondi përtej Sirisë dhe lindjes mesme, fokus do të jetë edhe te Ukraina. Nga ky samit apo jo? Zelenski do të shkojë atje dhe do të kërkojë mbrojtje. Do të prodhojë diçka për sa i përket konfliktit, luftës? Zelenski është momentin më të mirë për të kërkuar diçka në tryezën e bisedimeve. Është në pozita më të fortë mbasi që nga fillimi i luftës. Pse? Po e ka kthyer, po godet rafineritë e naftës, po godet infrastrukturë jetike. Krimea ka shpallur gjendje të jashtëzakonshme për shkak të goditjes faciliteteve të gazit. Kemi një hovë në mbështetje të aleatëve, perëndimit të çrbave. Po të shohësh, ndërkohë që në gjirin e Ormuzit nuk ka pasur më probleme që nga marrëveshja me memorandumit, ka pasur prapë një luajtje çmimi i naftës për Evropën këto ditë. Vetëm për Evropën, dy shoj që mund të lidhet edhe me naftën dhe gazin rus, nuk është çudi. Sepse gjithsesi ka mënyra flota fantazëm që depërtojnë në tregjet tona. Vendoset gjë për Ukrainën samit? Po, për Ukrainën vendoset nëse do t'i lejohet të ndërtojë sistemet raketash Patriot, që unë gjithsesi mendoj se është presion ndaj Rusisë për të ulur në tryezën e bisedimeve dhe për të arritur diçka. Me dronët Ukraina ka bërë, madje e ka eksportuar teknologjinë e saj, e ka çuar dhe në vend të gjirit për të mbrojtur nga Irani, ka bërë avancime të jashtëzakonshme në luftë Ukrainën. Ndërkohë që Putini së brendshme propagandën që i shërbyr shtetit të tij thotë në vitin e fundit kemi aneksuar ose kemi vënë në kontroll 3000 km², realiteti i verifikuar nëpërmjet gjeosatelitëve është përflitet për 92 km². Pra, për një vit avancim. Kjo ka ndodhur sepse ka zhvendosur fronti, po edhe sepse janë detyruar të sprapsen nga kundërofensivat e Ukrainës kryesisht me dronë. Qartë. Ditën e djeshme Rute fliste në konferencë me gazetarët për 5%-in e Donald Trump. Po, u tha që kanë bërë, domethënë Evropa ka bërë progres. Ka bërë 37 miliardë për mbrojtjen. Ka hedhur ekstra. Duhet do të pyes përqasja e NATO-s në kontekstin e konflikteve. Pse jo edhe përballë presionit Shteteve të Bashkuara të Amerikës? Ku është? Si e shikon atë aleancën? Tash përballja NATO kryesisht e ka frikën, tensionin e ka kryesisht me Rusinë, më shumë se sa me Shtetet e Bashkuara. Por ka pasur jo pak presion nga pasur edhe nga Trump. Një friksion, si thua, me zotin Trump për shkak të kësaj çështjes që ngrinin bëni autosuficientë ose do të braktis, që gjithsesi duket më tepër si një trysni që ushtrohet nga Amerika ndaj aleatëve të NATO-s. Po si reagon? Si po reagon kundrejt këtyre kërcënimeve? Nëse mund të quajmë kështu. Aleatët e NATO-s kuptohet shumë mirë për çfarë i duhet Shtetet e Bashkuara. Njësoj, po kjo pa në luftën e Iranit, për çfarë i duheshin bazat në gjirin persik. Njëtë gjë, për njëjtën arsye i duhen bazat edhe në dyert e Rusisë, pra në lindjen e Evropës. Kështu që nuk është pamendueshme një tërheqje e Shtetet e Bashkuara nga pozicionet strategjike mbrojtëse që ka një territor që është derdhur gjak në luftën e dytë botërore për ta shpëtuar dhe për ta pasur, si thua, në influencë apo në vërsi. Nuk po them pse zhvillohet në Turqi samiti. Është simbolike fort edhe kjo, është simbolike fort, po mendoj pra se të gjitha këto më çojnë të mendoj që Trump po e miklon Erdoganin dhe po, si thua, po e sjell rreth vetes për ta mbajtur me të mira që Erdogani mos ta çojë kufirin për te thanës me Izraelin për çështjet që ata mund të kenë ndarë në tryezë si plaçk lufte, si zona influencë me njëri tjetrin. Duket çike jo etike që ndodhi ende sot, pra në kohën e Kombeve të Bashkuara apo Këshillit të Sigurisë që duhet të ketë rol në vendimarrje në këtë çështje, po ja që de facto vazhdojnë këto koncepte të kohës së Kongresit të Berlinit, pra një shekulli të kaluar. Zhvillohet në Tiranë samiti i NATO-s? Dhe nëse po, çfarë do të thotë kjo? Po zhvilluar. Është zhvilluar më herët. Tani shpejt them, kontekstin e protestave, zhvillime më të fundit. Nuk e di, është konfirmuar një datë apo? Ende nuk është konfirmuar, prandaj po them.
Një vend aleat, siç mund të zhvillohen çdo shtet tjetër. Të ishte aq emergjente ndihma nga qielli do ishte bërë tani para Ankaras, si thua, nëse do ishte një nevojshme një ndihmë imediate nga qielli, si ndihma që erdhi në Iran nga tanët. Kështu që nuk do shifja si një... Tashi, mund të interpretohet si duash, mund të interpretohet si fitore madhe. Nuk e shikon si ngjarje tjetër. Presidencën e Bashkimit Evropian e merr me rotacion çdo vend i Bashkimit Evropian. Edhe samitet e NATO-s zhvillohen me rotacion në vende ndryshme të NATO-s, nuk kanë këtu mendoj një preferencë të madhe ndaj njërit apo tjetrit. Pozicioni i Shqipërisë në NATO? Pozicioni i Shqipërisë në NATO është një pozicion besnik, lojal. Një vend i vogël që përfituar së fundi? Një vend i vogël që më shumë se sa NATO jo është ofruar fuqive të mëdha për çështje që shkojnë përtej NATO-s, për çështje të panevojshme, po jo domosdoshme. Ne kemi hapur gjithmonë dyert për të bërë mbartjes problemeve gjeopolitike, të fuqive të mëdha. Duhet marrë territorin. Është marrëdhënie reciproke kjo? Dakord. Është qëndrim pra, jem dakord. Dhe për sa kohë politika është kompakte kjo çështje, është vështirë që të dalësh një zë kritik apo kundër kësaj, sepse nëse e politikan njërë të shkatrohet karriera, nëse e njëri i thjeshtë... Një analizë mund ta bëjmë apo? Mirë. Prandaj thash, nëse e politikan mund të shkatrohet karriera, ne të tjerët që flasim, pastaj nuk është ai hyn gjë me kujt, nuk kam shumë. Pak na mbetet fjala. Kondi, faleminderit. Faleminderit ju. Nesi. Mirë, do të vijmë më tej. Një 20 vjeçar nga Kosova ka mbetur i vrarë të dielën në një sulm me armë zjarri në qytetin e Uppsalas në Suedi. Viktima është identifikuar si Gent Maksutaj nga fshati Banj i Stokut. Sipas mediave suedeze, vrasja dyshohet të ketë qenë një ekzekutim i planifikuar, jo siç u tha më herët një rastësi, një konflikt midis bandave. Mediat suedeze bëjnë me dije se autori dyshuar ka lëvizur me biçikletë dhe e ka qelluar fillimisht viktimën, pasi 20 vjeçari ka rënë në tokë, ai dyshohet se është afruar dhe ka qelluar sërish. Pas krimit, i dyshuari raportohet se është larguar me tren drejt Stockholmit, ku më pas është arrestuar nga policia. Prokuroria suedeze ka bërë të ditur se në lidhje me ngjarjen është ndaluar një person nën moshën 18 vjeçare. Megjithatë, hetuesit nuk përjashtojnë mundësinë që në vrasje të jenë përfshirë edhe persona të tjerë. Ngjarja ndodhi mbrëmjen e të dielës në këtë zonë pra të Uppsalas, pasi policia mori njoftimin për të shtëna me armë rreth orës 21. Autoritetet suedeze vijojnë hetimet për të zbardhur motivin e krimit dhe nuk kanë konfirmuar ende nëse vrasja lidhet me grupet e krimit të organizuar. Organizata botërore e shëndetësisë OBSH paralajmëroi se Europa mund të përballet me javë më vdekjeprurse me një tjetër val të nxehtë intensiv që po formohet mbi Atlantik. Temperaturat në Portugali dhe Spanjë njugore pritet të rriten në 43 gradë Celsius në ditët në vijim. Ekspertët kanë thënë se vala e të nxehtit e 20 dhe 28 qershorit ishte më e rënda e regjistruar në Europë, duke shkaktuar ndërprerje në prodhimin e energjisë, duke dëmtuar infrastrukturën dhe duke mbi ngarkuar sistemet e kujdesit shëndetësor. Nxehtësia ekstreme pothuajse me siguri u shkaktua nga ndryshimet klimatike, thanë shkencëtarët. Franca, Holanda dhe Belgjika regjistruan 3700 vdekje shtesë, me autoritetet që paralajmërojnë se numrat janë paraprak dhe mund të rriten. Puna tani është në 2 fronte, duke rregulluar atë që dështoi në javët e fundit para se të godas vale ardhshme të nxehtit dhe duke ndërtuar llojin e sistemeve shëndetësore që jo vetëm i përgjigjen nxehtësisë ekstreme, por janë të gatshme për të, tha drejtori rajonal i OBSH-s për Europën, Hans Glück. Shkëputemi edhe njerë për pak publicitet, rikthehemi, flasim për sport, flasim për telefonatën e Trump, për kartonin e kuq, çfarë ka prodhuar kjo në qeverinë e futbollit. Vetëm pas pak. Një letër që qarkullon në Parlamentin Evropian bën thirrje për një hetim nëse presioni nga administrata amerikane ka ndikuar në vendimin e FIFA-s për të anulluar pezullimin me karton të kuq të sulmuesit amerikan. Parlamenti Evropian është përfshirë kështu në debatin mbi presionin e presidentit të SBA-ve Donald Trump mbi FIFA-n për të anulluar pezullimin me karton të kuq të sulmuesit, i cili luajti në ndeshjen e raundit të 16-tave të Kupës së Botës
që Shtetet e Bashkuara e humbën 4-1 ndaj Belgjikës. Një grup eurodeputetësh nisën një iniciativë duke kërkuar një hetim mbi rolin e presidentit të FIFA-s Gianni Infantino për të përcaktuar nëse presioni nga administrata amerikane ndikoi në vendim. Letra e parë nga Euronews u drejtohet 27 shoqatave të futbollit të Bashkimit Evropian duke i nxitur ato të ndërmarrin veprime zyrtare me FIFA-n, duke kërkuar një hetim mbi procesin e vendimarrjes pas anullimit të pezullimit të balogun. Ne mendojmë se është koha që shoqatat evropiane të futbollit, të cilat janë të gjitha shoqata anëtare të FIFA-s, të ndërhyjnë dhe të kërkojnë FIFA-s të hetojë proceset vendimarrëse të rastit, thuhet në këtë tekst. Jam në studio me trajnerin Kadri Byrja. Kadri, faleminderit që erdhe. Faleminderit. Kënaqësi. Kënaqësi ime. Të ka kuriozuar kjo biseda e Donald Trump me Infantinon? Çfarë elementesh ke mësuar këtyre orëve të fundit? Se padomendja si njeri i botës futbollit ka kuriozuar apo jo? Presidenti SBA-ve merr telefonin e thotë ta heqim këtë kartonin e kuq. Tani si për batut, më u kthyes në Shqipëri, aty ke kafet e lagja, shiko ma fut pak djalin, ndire pak djalin informacioni. Është kështu, është kaq e thjeshtë apo ka diçka? Jo, nuk mendoj se domethënë kjo kërkesa që është bërë sepse nuk është e bazuar. Jo. Edhe kërkesa ka një pikë që mundet ty lejonte që mund t'i hiqet ky kartoni sepse nuk është kaq e lehtë që presidenti amerikan domethënë mos të ketë një mekanizëm shumë madh që i ka thënë shiko duhet ta bësh televizën sepse mund mbrohet shumë mirë bërë një telefonat si presidenti i Shtetit Bashkuar për të marrë për si po shkon kampionati botror ndërkohë gjatë asaj telefonate pyetet nëse është mundësia me këto pika sepse nuk është kaq e lehtë që domethënë ka mundësi për të mbrojtur nga kjo gjë. Patjetër ti je i bindur për këtë gjë. Patjetër pastaj në pjesën e telefonatës nuk e dim, po gjë që të mbrohet që nga kjo gjë që ka bërë patjetër që mund të ketë. Patjetër që është një rast unikal. Dakor, presidenti SBA-ve gjen gjithmonë një alibi, një mundësi, po ma shpjego pak, qëndron një nem ku ndodhi diçka e tillë, ka pasur precedent më parë. Po qëndron një pikë që kartoni kuq mund të hiqet dhe është në provë për një periudhë një vjeçare ishte ai neni që ti mund një futbollist është një provë një vjeçare nëse të bën të njëjtën gjest atëherë quhet dënimi i parë dhe merr 2 dënime, domethënë merr 2 ndeshje pezullim, domethënë thjesht gjatë kësaj vitit është në vëzhgim nga UEFA dhe FIFA nëse bën për të njëjtën shkelje. Në rastin konkret Trump thotë se tani pastaj po kjo gjë është pastaj që bëhet kaq e madhe sepse kjo gjë mund të bëhet shumë e thjeshtë, kanë kërkuar shumë ekipe edhe për kartonet kuq janë vendosur gabimisht nga arbitrat, mas disa ditëve bëhet një kërkesë që ti mund t'i heqësh kartonin, por gjë që nuk ka ndodhur kurrë, në këtë rast ndodhi, kjo gjë edhe telefonatës base mund të jetë kjo një shtysë më e madhe që ka ndodhur për herë të parë, domethënë se patjetër në moment që telefonon presidenti i Shtetit Bashkuar të Amerikës, ne themi pak si shqiptarë. Po presidenti më parshëm po kemi president që është bërë si kërkesë. Jo, po nuk është hequr. Po pavarësisht këtij afati që folën. Po, kërkesa ka pasur disa herë, edhe për finale qemëstrike kanë qenë me 2 kartona të verdh, më mend tani Pavel Nedved në 2003 kundra Milanit, Milan Juventus, Pavel Nedved bëri 2 kartona të verdh gjatë gjithë asaj, u mundua që të bëte një kërkesë, po gjë që nuk ndodhi, domethënë. Flas që tu 2003, po që të shequr si karton nuk ka ndodhur kurrë. Kjo është hera parë që i jep kartonin. Tani kjo historia e telefonatës kërkesës Trump e cënon pak besueshmërinë e FIFA-s gjykimin tënd apo? Po patjetër, shiko, unë mendoj më shumë, ne e tham pak më parë që më shumë showman presidenti bën këtë gjë që jam dhe unë këtu, po bëj dhe unë këtë gjë. Pra Infantino thon më thjesht mund thotë çfarë bëj unë aty ai merr telefon, i tillë është showman. Patjetër, edhe ai vetë thotë nuk është se bën mbrapsht kjo pjesa, duke e ditë shumë çfarë natyrë ka presidenti, domethënë nuk e dim që të bëjmë mbrapsht, ti thotë një llavë dhe pastaj të bëjmë mbrapsht. E ka pritur, po bravo, e ka pritur që këtë gjë të ndodhë dhe i ka ndodhur, edhe ai i kërkon këto që të jetë gjithmonë i pari për këtë gjëra, është i pari që ka bërë, sepse edhe telefonata që është bën, besoj vetë nga shtëpia Bardh ka dalë, se nuk është se e kanë nxjerrë Infantino që më ka marrë presidenti i Federatës, presidenti i Shtetit Bashkuar të Amerikës për këtë gjë. Ato e kanë nxjerrë vetë si lajm që për të bërë kjo buja madhe, po që në fundit as nuk e shfrytzuan dot atë kartonin, sepse unë e kam thënë shpesh që futbolli nuk është sport individual, nuk është se ai futbollisti të bënte ku nuk e bën dot Messi dhe Ronaldo që janë 2 emblema të futbollit botror, nuk mund ta bëjë një futbollist i nivelit mesatar që të
bëjë një ndryshim shumë të madh ke Amerika, gjë që e pam edhe dje, Belgjika më shumë vujtë kundër Senegalit, që mezi kualifikua sa kundër Amerikës, që mundi me rezultat bindës 4-1. Po, për te kësaj, le themi thashetem në ajë batutave që ne bëjmë për telefonatën e Trumpit, a mund temi se është precedent i rrezikshëm apo? Patjetër, unë mendoj që meret presidenti? Sepse nëse mund të çojë një presidenti i një shteti tjetër, mund të bëjë këtë gjë, unë mendoj që kjo gjëja duhet shmanget patjetër, edhe vetë si FIFA unë mendoj që duhet ta kishte bllokuar këtë gjë, sepse nuk po bëhet fjalë për Messin apo Ronaldon që thash më parë, por një futbollist normal të Amerikës, gjë që mund ta avanconte dikush shumë mirë dhe gjë që duhet të ishte menjanuar nga presidenti FIFA-s për treguar që kushdo çfarë do të ndërhyrë në sporti është kundra politikës, ne kemi thënë gjithmonë dhe kjo gjë nuk do të përfshihet kurrë, po gjë që e tham pak më parë që është nga ato telefonatat që domethënë s'mund të thuash dot jo, kjo është ideja, sepse fakti që e hoqën dhe u mbrojtën vetëm me këtë pikën, mendoj që ka hedhur poshtë edhe arbitrin e ndeshjes, ka hedhur poshtë edhe varin që ishte sepse në momentin që ti merr një karton të kuq, por paktën për ato që kanë qenë kryesorët në atë ndeshje, sepse ato e marrin vendimin, arbitri kryesor edhe vari që është për kartonin e kuq apo qoftë për parantita apo këto ndërhyrjet e ashpra, kështu që e ka hedhur poshtë në atë moment, ka hedhur poshtë dhe të gjithë sistemin besoj unë që ndodh për herë të parë që kërkesa të pranohet dhe të hiqet kartoni kuq. Nuk është edhe aq shaka. Po, patjetër që nuk është. Jo, unë e kisha më shumë ke pjesa që mund të mbrohet sepse thotë telefonatën e bërën në këtë pikë me kjo shoqata që ju sapo lexuat pa më parë që kanë kërkuar një hetim dhe këtë gjë. Me këtë hetimin ai mund të mbrohet sepse thotë mund ta e telefonova për të ditur se si po shkon organizimi. Ju me drejt thoni duhet ishte shmangur, po tani është fakti kryer. A duhet ketë një hetim për këtë? Duhet ketë një qëndrim zyrtar, thuhet, gjose ndodhi kështu, të qersohen rrethanat. Pse jo, të flitet edhe për këtë nenin që qersove ti? Po patjetër, po tani duhet shikuar se kush do ta jetojë. Çfarë kush do jetojë sepse tani ky është problemi i hetimit, se problemi kush do jetojë FIFA vet, domethënë që presidenti i FIFA-s është në krye apo presidenti i Amerikës që është në krye, domethënë ky është problemi. Janë dy emblema më të mëdha nga të dyja polet. Tani nuk e dim, sepse duke qenë në rast unikal nuk e dim asë gjë. Unë mendoj që thjesht do akuzohet presidenti i FIFA-s dhe gjithë kohës në akuzë për këtë pjesën, do ka majti barë mbi shpinë, gjë që do t'i ndodhi shpesh tani, pa nuk mendoj se do ndodhi, më kjo besoj që ishte era parë dhe fundit mendoj unë, ose pastaj do ta bëj, mendoj që për ta shmangur komplet këtë gjën, mund ta bëj dhe rast që mund t'i hapi një derë kësaj gjës, që mund ndodhi edhe shpesh herë tash që me ndërhyrje dhe me këto pikat me lojtarë që kurrë s'ka marrë karton të kuq, mund të shtojnë edhe disa pika tjera, gjë që mos ngeli vetëm unikali kjo për herë të parë të fundit në historinë e futbollit, gjë që mund t'i japë një rrugë kësaj gjës. Në dy zgjedhje janë, ose kjo mbyllet këtu, ose kjo gjë do vazhdoj, edhe mund të jetë për ta relativizuar, për ta zhvlerësuar, për ta bërë pak më thjeshtë, shikoj se nuk ndodhi vetëm sepse telefonoi presidenti, po kjo gjë mund të jetë një valvulë çfryse. Po se mund të jetë një gjë që po, mund ndodhi diku tjetër, mund ta kërkojnë edhe vetë, sepse janë këto mekanizme që këto e bëjnë dhe vetë, s'është problem fare, një karton të kuq me Champions League po e zemë dhe mund ta kërkojnë, këtë klubit bëjë këtë kërkesën, ta pranojmë dhe të ulim pak të zërë. Domethënë janë të gjitha gjërat që mund të ndodhin. Patjetër, edhe vjen mirë që i nënvizon, por për t'i vënë kapakun kësaj gjëre, fjalën e fundit kush do ta thotë? FIFA, presidenti apo organet disiplinore në gjykimin tënd? Organet disiplinore nuk mund, sepse ato e kanë marrë vendimin, sepse vendimin nuk e merr presidenti i FIFA-s, sepse është një komision për atë. Nuk është se është presidenti i FIFA-s direkt aty që jep të drejtën. Është një komision i pavarur, në thonjza mund të jetë i pavarur, dhe ai komisioni mbi 7-8 veta mund të jetë që mund të marrë vendime. Është njësoj si komisioni i Federatës Shqiptare të Futbollit për këto dënime, që ti ke një komision të specifik për këto, dhe ato e kanë marrë vendimin, tani ai komisioni ka marrë vendimin. Patjetër që presidenti i FIFA-s mund të kenë ndërhyrje tek ato, domethënë me këto konjektura që mund të ndodhin, po ne nuk kemi asnjë fakt që mund ta dimë. Po ai vetë në deklaratë doli tha që shiko, unë nuk u ndërhyj dot ke komisioni, sepse komisioni është i pavarur, mund të jenë, mos gaboj, mund të jenë 5 antarë, ato 5 antarë votojnë po ose jo kundër këtyre pikave. Qëndron kjo pika, kanë marrë 100 pikën dhe në base asaj pikës janë vendosur. Patjetër që dhe e tham dhe pak më parë, në momentin që të ka telefonuar presidenti i Shtetit Bashkuar, domethënë është e pamundur të thuash që nuk mund të ecë, sepse ai vetë nuk është nga ato që thotë, "Ok, po ta them dhe mos e bëj", domethënë kjo është ajo gjë. Para se të futeshim në studio thej kanë thënë të tjerët.
edhe me njëherë merdi në bënd diçka që lexova përpara se të nisja live-in, i kanë thonë edhe që të kthejnë kombëtaren. Po, do një gjë për kombëtaren. Po, unë mendoj që duke qenë se po, mendoj unë tani, sepse me atë idetë e opinionin tim, duke qenë se nuk është shumë i përfshirë në futbollin, mendoj që njerëzit që kanë në rreth, apo qoftë presidenti i Federatës Amerikane, mund të kërkuar si kërkesë, që mund ta i bësh këtë gjë, po shqiptarësh, ama po të duash ti e bën këtë gjë, edhe mendoj që patjetër që është i uzuar atë, po që ka shkuar deri në të pikë, i ka këto lehtësimet e tjera, se sa i e ditë këtë gjën që do t'i vite nga mbrapa, po që i ka këto lehtësime që këto nenet apo këto gjëra që këto hetime që do bëhen, do jetë pamunde, mendoj unë, që të ketë në jetim telbësor apo të madh shumë, përveç se kjo bumi mediatik që bën ai vet. Qartë, do ta shohim se sa do ta ketë Egon. Kadri, në fund doja edhe një analizë të shkurtër për sa i përket ndeshjeve. Kombëtare të rëndësishme, kemi parë gjunjëzohen edhe të dalin. Si ka mundësi? Si trajner doja që të ma bëje këtë analizë. Çfarë ka ndodhur me këto kombëtare? Shumë të mëdha. Po shiko, Gjermania, Olanda, Italia nuk ishte fare, domethënë janë probleme, Portugalia ju nga Spanja, nuk e di, unë mendoj pak në Gjermania dhe Olanda po bëjnë atë ciklin e ri. Thjesht po mundojnë që po rinovojnë gjakun, po rinovojnë skuadra, po rinovojnë brezat, kjo gjë edhe ke Gjermania. Edhe i penalizon. Po patjetër i penalizon do kohën e vet, gjë që Maroku po bën mirë, pse po bën apo Japonia bëri mirë, sepse e kam bërë këtë që më përpara, kam bi 6 vite ose 8 vite që po e bëjnë këtë rigjenerimin e rritët të skuadrës. Brazilin po që donë sepse akoma është me Neymarin 34 vjeç, akoma është me Casemiron 35 vjeç, akoma është me Alisson 33 vjeç. Kjo gjëja, sidomos në këto nivele, është shumë e vështirë që ti me këto lojtarë të moshës, në kuptimin që nuk mundet do të kenë ata freskinë e këmbëve të tyre të kenë vazhdimsi të gjatë. Patjetër zgjidh një ose dy ndeshje, pastaj në ndeshjet kyçe që don. Dje pam Portugalin me Spanjën, pam një Spanjë të freskët maksimum, sepse është gjatë gjithë kohës me lojtar 3 në formacion, lojtari më i vjetër mos gaboj është Rodi 29 ose 28 vjeç, domethënë, qoftë portieri Unai Simon, po flas ke lojtarë që luajnë në fushë, që mendoj kjo është problematika më e madhe ke këto skuadrat, kjo ndrimi i gjeneratës, do kohën e vet Japonia dhe Maroku bën mirë, sepse këtë gjë e kanë bërë më parë dhe kjo gjë tani po jap frytat e veta, kështu që këto skuadra do të presin kohën, ashtu që është Italia që akoma po pret kohën e vet për të gjetur një skuadër që për ta çuar drejt botorit. Pretendent. Nga ato që kanë treguar në fushë për momentin, 3 skuadra janë patjetër, edhe pse Spanja në këtë ndeshjen e fundit nuk më la shihet mirë me të drejtën, pas një ekip të friksuar, mbrojti gjatë gjithë kohës, edhe nuk ishte ajo Spanja që ne kemi parë gjithë kohës që sulmon, po do të priste atë episodin edhe pritet të shënoj. Mirë, është taktike pavarësisht dëshirës së tifozit. Taktikisht kjo gjë funksionon sepse nuk është se është me deponet duke e njohur Spanjën, mendoj që kemi pritshmëritë e larta, kurse Franca ka bërë jashtëzakonisht shumë mirë të gjitha ndeshjet dhe ka përballë Marokun, që unë mendoj që do jetë një nga ndeshjet më të bukura të botrorit deri në këtë moment. Janë dy skuadra që luajnë futboll jashtëzakonisht shumë mirë të dyja, edhe mendoj që do jetë një ndeshje e hapur sepse pam një Francë kundër Paraguay që vuajti realisht i lirë me një pothuajse një skuadër që gjatë gjithë kohës nuk kishte fare kontakt me topin, por me futbollistët e Francës, gjë që e penalizoi Francën dhe shënoi vetëm një gol, kurse kundra Maroku do jetë një ndeshje e hapur, se kanë të dy skuadra shumë të mira. Kështu që mendoj että Argentina, edhe pse me kepën e gjelbër vuajti, po kundra Egjiptit besoj që e ka sot, mendoj që do bëjë një ndeshje tjetër, sepse tani vijnë këto ndeshjet e fundit dhe patjetër që nuk lejohet që ti të çdosh dhe të bësh apa fall, sepse pastaj nuk ke më mundësi kthimi, kështu që mendoj to janë 3 skuadrat, Spanja, Franca dhe Argentina, që për momentin patjetër ato shpjegacionet e veta gjatë gjithë kësaj turneo që kanë zhvilluar, po janë 3 skuadra më kompakte, 3 skuadra që kanë treguar futboll më të mirë deri në këtë moment. Faleminderit shumë. Faleminderit ty. Nesi. Kemi mbritur në fund. Për lajmet më të reja nga vendi, rajoni dhe bota, mund shkarkoni aplikacionin e Euronews.al në App Store dhe Google Play. Tashmë programet tona i ndiqni edhe në radion, frekuencën 105.7. Së bashku do të përshëndetemi këtu në orën 19 jeni me Mirela Milorin. Faleminderit.